Top Albania Radio. She's on air. Përshëndetje! Është sërish të inte dhe jemi në She's on Air në Top Albania Radio 100 FM dhe në kanalin 10 në digital. Siç e dini, javë pas jave gjithmonë kemi të ftuar shumë interesant dhe patjetër ish banor të shtëpisë së Big Brotherit. Sot me ne këtu ndodhet një ish banore e cila me aq pak ditë sa ndonjë dinte të lindte gjurmë. Përshëndetje dhe mirë se erdhi Livia Lozi. Përshëndetje Livia. Kënaqësi shumë e madhe të jem këtu mes gocash kaq të bukura. Kënaqësia është dhe jona. Gjithashtu si kanë qenë këto ditët për ty? Mirë, të angazhuara, por mirë. Jemi ambientuar tani. Ditë e para pak më problem me gjumin, me oraret. E kemi dëgjuar shpesh këtë vërtet. Vazhdon edhe pas sa u bëri që ti ke dalë, u bë një kohë, një muaj pak, po tani po, okay. Ka 1-2 javë që jam pak më mirë, po ditët e para e kisha të vështirë të ambientohesha. Pra fillohet me numëru pas përfundimit të bigut kjo pjesa e gjumit, jo kur del, kështu që. Okay. Kemi Livia në 4 orë sot në studio dhe të dyja ish banore të bigut. Me çfarë po merresh tani pas Big Brotherit? Tani un jam master, viti i parë, po mundohem të mbyll shkollën se kur u futa në Big ishte sezon provimesh edhe ishin ato ditët fiks ku kisha provime. Tani po mundohem të përkushtohem pak më shumë, kam një për vjeç ashtu. Do t'i marrësh me lek. Mos më mami. Kam dhe 1-2 projekte në dorë, po lexoj skenarin, një vepër në teatr dhe një film. Oh, super. Të zbulojmë me kalimin. Ta lëm jetën tënde private, mua mendja më rrit e Big Brother akoma Rogerti dhe Miri. Ju pam shumë të afërt në Big Brother. Keni raporte tani jashtë? Po akoma më të afërta. Ke folur vërtet? Po. Sa mirë. Po suese kam takuar. Me Rogertin apo me Mirin më shumë? Me të dy. Të dy. I kam takuar shumë shpesh, madje edhe pasi të mbaroj këtu do dal pi kafe me Mirin. Mirë, fiks më ndonjët e Miri, sepse afërmiteti jot me Mirin është diskutuar goxha në fakt, dhe nga ana jote është thënë që është një shoqëri e pastër, a është e njëjta qasje edhe nga ana Mirit? Po, me sa di un po. Për ty si për të qenë brenda. Me sa di un po. Se çfarë s'është folur aty brenda? Ato shenja kam marrë edhe nga ana Mirit, kështu që. Po gruan e Mirit e ke takuar? Po, e kam takuar dhe do e takoj prapë. Çfarë të ka thënë ajo kur të ka takuar për herë të parë? Normal, është treguar mirënjohëse për qëndrimin që un kam ndenjur afër Mirit në Big Brother. Më ka lënë shihet mirë, kemi biseduar rreth rrugtimit tim dhe rrugtimit të Mirit, rreth gjërave të saj, kështu që tani do të vej përballë një zgjedhje. Nëse se ti do zgjedhje Livia. Nuk po flisja, po ja, kur flas. Nëse se do zgjedhje një nga djemt për një shoqëri të përjetshme mes Rogertit dhe Mirit, kë do kishe zgjallti? Kë quan më mik? Nuk i ndaj dot. Nuk i ndaj dot. Realisht jam shumë mirë me të dy, po shumë mirë. Edhe shkoj, domethënë me të dy shkoj shumë mirë si me familjen e Rogertit, ashtu dhe me familjen e Mirit. Pra një familjarisht, jo vetëm me dy çunat. Kështu që nuk mundem tani t'i ndaj dot se Livian mendoj se duhet t'i ndasë, po të vini me Rogertin përballë kësaj zgjedhje ju Elen apo Livian mendoj se do thoshte ju Elen. Po unë jam Livia, Rogerti. Nëse edhe me Juela një grup ju apo jo, Juela, Miri, Rogerti, si apo gaboj? Aty brenda në Big po, jashtë. Po me Juela ke pas kontakte? Po, e kam takuar. Ti mos gabofsh që ballat e surprizën kur u projektu me Jaj, po Juelen. Po në Instagram kemi parë që nuk ndiqeni me Juelen. Se çfarë ka ndodhur? Nuk dua të flas shumë për këtë gjë. Au. Vajzave këtu nuk i shpëton asgjë, prandaj po të ngacmojmë. Se ka rënë në sy të gjithëve, si ka mundësi që nuk ndiqeni në rrjetet sociale. Unë nuk e pas kem parë këtë lajmin. Lajmi më parë vjen tek ne bëm kërkimet tona patjetër për të parë dhe raportet se si janë me banorët e të gjithë, po na bëri përshtypje kjo pjesa e Juelës, fakti që ju nuk ndiqeni, por urimet ja ke dhënë për të qenë një finaliste, një fituese. Po patjetër, edhe e kam takuar pas. Nuk ka ardhur ndoshta një falënderim nga mbrapa apo së Bigut, thjesht nuk dua ta prek këtë gjë. A mendon ti se fama e ka ndryshuar pak Juelën? Përmendje madhe. Ose në tërësi, kë nga banorët e ka ndryshuar fama e Big Brotherit? Unë nuk është si kam takuar, nuk është se kam pas komunikim me gjithë banorët. Po mirë, me Juelën që mund të kesh pasur komunikim me Mirin, me Rogertin, me Markon pak, me Alesion, domethënë me çunat, me gocat nuk është se kam pas shumë. Nëse kjo është një lajm shumë
Po na çudit pak sepse nuk e imagjinonte asnjëra nga ne, besoj. Okej, shikoj nga mimika e kuptova pak që pas ka ndryshuar pak Joela. Nuk e di, nuk dua të flas. Vetëm një diçka, ka pasur një përplasje apo nuk ka pasur pikërisht asnjë lloj ti më thanë një muhabet, një kontakt, ka një heshtje në mes. Thjesht nuk dua ta praktikoj. Heshtja është një përgjigje më vetë. Ua, nuk e di, të kapë matë duket. Të kapë matë. E kemi kapur tani. Tani, ti kishe qenë në një koncert të Mirit, Po, apo jo? po. Ti kishe qenë te koncerti i Mirit dhe ishe shumë provokuese. Dhe mediat janë bërë shumë buj për provokimet e tua. Tani më thënë të drejtën, se kam marrë edhe me Gjithë ajo vajzë në klub, si do shkonte? Jo, shiko, di çam bërë përshtypje se gjatë gjithë rrugtimit të Big Brother ose edhe jashtë, gocat që kanë qenë pjesë e Big Brother gjatë gjithë kohës kanë qenë me dekoltet hapura. Unë e shkreta nga që kam një gjithmonë mbyllur, herë që vesha u bë lajm edhe nuk e kuptova pse. Se thjesht ishte një Mediat me këtë gjë do merren, po ne jemi kurioz ta dim, ishte ishte klab. Një zgjedhje për të tërheqë vëmendjen Jo, apo thjesht absolutisht. spontane? Thjesht thashmë që është klub, okay. Me që unë në jetën e përditshme vishem shumë sportive, edhe në Big besoj keni vënë rrimë tuta me hudi, kështu që thash okay, po ndryshoj pak ti vesh edhe këto gjërat, absolutisht asnjë gjë e mirë menduar. Thjesht Po si e kalove atë natën me Shumë jam kërishe, me kësishe? Isha me 2 kushërirat e mia, po jam kënaq shumë fare. Do ta veçoja si një ndër koncertet më të bukura që kam kaluar, kam shijuar pafund. Atmosfera ishte 10/10. Po shumë mirë, në fakt edhe unë të kam zili për këtë pjesën, dhe ta them kështu për fare. Jo, vërtet, unë në mërzita në fakt e kam diskutuar edhe me shoqërinë time dhe kisha dëshirë që të isha pjesë, po angazhime gjëra të tjera dhe Kemi nuk pas munda. punë. Jo, vërtet isha kisha Tani ato një herë tjetër kur angazhimet, t'jetë mirë do ju ftoj unë. Jo, mi pa ftesa fare, unë vi me dëshirë sepse kam qejf të. Po zemrën e Livia, si e kemi? E kemi plot, e kemi vetëm, si vetëm. Po pse mi gocë kështu ti? Mos e kemi të thyer. Nuk kam fat në dashuri. Në fakt e di unë Që nga emri. sepse Çunat kanë frikë nga Livia tani pas asaj deklaratës së Tritolit edhe Ashtu të kenë ka trembur. Se edhe kur s'kan, imagjino, kur s'kan frikë edhe si sillen. Jo, besoj nuk kanë ndikuar fare kjo gjëja, po ashtu është një histori e lënë që unë nuk kam vazhduar të hedh një hap tjetër përpara. Ka shumë kohë që kjo historia është lënë pas? Sa kohë? Shumë fare, jo, po ka pak. Para Bigut, kështu që. Do me thënë, e ke zemrën ende pak të trazuar. Po, atë do thoja. Nuk jam gati, domethënë që të vazhdoj diçka tjetër, ose ndoshta nuk kam gjetë njeriu e duhur. As atë të Bigut, mund të ishte dikush që ti mund të interesonte, që mund të fare. Oh no. Po mirë të krijojmë një ide ne, si mund të jetë një mashkull i cili përshtatet Livias. Unë them drejtë nuk e kam shumë, nuk është se i pëlqej, domethënë fiksohem tek pamja, tipin, kam shumë në këtë ke tipi jam pak më shumë që e fokusohem. Çfarë ti paresh karakteriale i ke fiksim ti që duhet të ketë ky djali? Thjesht më pëlqejnë shumë meshkujt serioz. Nuk më pëlqejnë meshkujt që zgërdhihen gjithkohon. Nuk i kam që më pëlqejnë, domethënë meshkujt me autoritet serioz. Edhe them drejtën nuk kam njohur djem nga jugu në jetën time. Verior apo jugor? Do verior. Nuk do e thoja, nga që ndoshta nuk kam njohur, them që nuk mund të shkoj me një jugor, por që nuk e di pse në mendimet e mia kur mendoj për mashkullin tim të ardhshëm, nuk e di pse mendoj verior. Ndoshta nga që vet. A mendon ti për shembull se mund të jenë trembur çik djemt nga kjo deklarata e Tritolit brenda shtëpisë? Jo, sepse ajo ishte u kuptu ai konteksti që unë e thash, po ato që më njohin e din tipin tim, kështu që nuk po përse janë shokuar. Në Instagramin tënd besoj se mund të ketë filluar këto kërkesa, ato
të shkruajnë. Po patjetër se kërkesa ke edhe pa hyrë fare mbi kjo. Madje unë mendoj që prototipit shqiptar, çunin shqiptar, pas asaj deklarate, bravo, do të kenë shkruar me mirë. Po, pafund. Edhe nuk e mendoja, unë nuk e mendoja fare këtë pjesën e Tritolit që do ishte bër virale, fare, as nuk e mbaja mend që e kam thënë. Kur e nxorrën aty në video, unë më çefa aty mas Markos, ajo Elës nuk më kam pas afër, tash ua pas kem lënë nam. Po ma bëshin këto që gjithkohës, po jo, me se s'ke thënë më ma zbutën, se unë me veten time thash, okay, kush e di, si kam dalë jashtë si budalla që të thonë të mendu si çdo njeri që mund mendoj për veten e vet, po pastaj kur dola jashtë kur e pash, thash po Libia. Nga ana tjetër, me cilët përveç Rogertit dhe Mirit, nga cilët me banorët ti ke mbrojtur një raport, ke miqësi, ke mund të veçosh? Me Markon, me Alesion, me kësë mos harroj në një tani. Po mirë të bëj një pyetje, po të dashurën e Markos e ke takuar? Ja, nuk e kam takuar. Se edhe Marko, nuk është se e kam taku, domethënë për ambiente që kemi qenë të përbashkët, jo kështu veçmas. Po, kush e Markon është? Nuk është se e kam takuar veçmas, po domethënë kur e kam takuar kemi bërë muhabet më shumë se me banorët e tjerë, ndoshta për faktin që kemi ne me këtë grupin që rrinim ne. Ne do kalojmë pak në publicitet sepse pastaj jam shumë kurioze të di edhe mendimin tënd për fituesen, kështu që okay. E kthehemi pas pak. Jemi rikthyer këtu në Shizoner në Top Albania Radio 100 FM dhe në kanalin 10 në digital. Vazhdoni të na dëgjoni, dëgjues të dashur, ju që na ndiqni nga makinat tuaja dhe ju që na shikoni nga shtëpitë tuaja, sepse biseda me Livian këtu do të vazhdojë. Unë jam shumë kurioze të di a e prisje ti fitoren e Selinit në Big Brother. E prisja në momentin që erdhi Ema. Çfarë do të thotë kjo? Më specifikisht? Aty, nuk e di, më erdhi një ide, thash Sa ty të gjithë ju kanë ardhur familjar? Po mënyra se nuk i ka ardhur si Selini, domethënë asaj erdhi një javë para, 2 javë, diçka e tillë para. Pak më shumë se një javë, mos gaboj. Po mirë, shiko, se e kuptoj pak atë idenë ndoshta se ku e ke në pikën e lojës që i ka ardhur mamaja Selin, ishte një pikë loje ku ishim në gjysmë finale, mos gaboj, ëh. Po, dhe në gjysmë finale, le të themi që ky Big Brother ka qenë i Selin dhe Mirit. Selin ishte shpallgja finaliste, mos gaboj. Kështu që do ishte në fund të rrugtimit të saj. Një prind gjithmonë përpiqet që të patjetër të ndaloj, por nuk është se kundërshtova. Dua të kuptoj tamam pse u ndana atë pikë sipas syrit tënd, që ishte ajo situata. Po, mënyra se ajo erdhi mami i Selinit, erdhi i tha, okay, ti ketë fala nga ky je shumë mirë, hajde me mamin pastaj në fund. Domethënë edhe pastaj mënyra se për ta hequr. Po, mënyra se ajo vendosi prap të rinte, tha do t'i dal ball meshkujve që mua më kanë ofenduar, më kanë çarë, domethënë ashtu si u bë rrjedha sepse nuk ishte hera parë që aty punonin në ofendime. Mendon që doli pak viktima e gjithë situatës dhe prandaj viktima zakonisht merr pak më shumë. Po, dhe u kthe publiku me më shumë akoma sepse mendoj se erdhi keq, domethënë doli Selini aty për të. Po, në fakt në situatë doli luftarake dhe pikërisht sikur po luftonte kundra gjithë burrat të shtëpisë. Sepse ajo e tha unë do rri dhe do t'i tregoj këtyre burrave se se unë fitoj dhe unë ja dal. Edhe aty mendova se okay. Selinin pas fitores te festa. Unë nuk kam qenë, them të drejtën. Nuk ke rastisur. Jo, nuk kam rastis në asnjë moment me Selinin, po nëse rastis patjetër që e uroj. Si ka qenë raporti juaj? Edhe brenda shtëpisë juve besoj tim Miri tim Selin, po ti marrim kështu. Nuk mund të them se ka qenë as shumë mirë, po as shumë keq. E vetmja gjë që unë jam prekur nga Selini ka qenë në moment që unë kam dalë nga shtëpia dhe ajo ka qarë. Për së gjalli, domethënë që shkonte me lulet e Rogerti, Livia më i motër dhe mu duk xhest shumë i shumtuar se s'mund ta bësh me dikë sepse siç është ajo e bija e dikujt, ashtu jam dhe unë, e bija e dikujt dhe ashtu siç reagoi nëna sapo theti që ajo shprind edhe reagon për fëmijën e saj edhe familjarët e mi ndiheshin keq kur gjonin Selinin duke qar rreth shtëpisë me emrin tim. Pra për ty kjo fitoria ishte merituar, a ishte Selin kjo goca që ka luftuar kundra gjithë këto burrat viktima e situatës, si të duket nga këmbështrimi? Nga femrat, ajo ishte
më luftarakja, por pavarësisht se unë do doja shumë që ta fitonte Miri ose Rogerti. Livia, Po nëse do zgjidhje njërin nga të dy, kush do doje ta fitonte? Mirja për Rogerti. Kush e meriton? Jo, kush do doje ti se? Domethënë për që nuk ka ofenduar dhe është treguar me qytetar mirë. Roger të thash që do zgjidhte Miri. Jo, absolutisht. Unë thash nga mënyra e lojës. Livia, ti më para ke bërë një deklaratë që Brikena ka veshur rrobat e tua. Është e vërtet kjo? Po normal që është e vërtet, unë do nxjerr me foto, Ti ka po kthyer donte të thoshte Desian. Po, ajo i kemi parë dhe disa jo, nuk i ka marrë dhe nuk ka marrë shumë gjëra nga rrobat që unë kam patur në Në Big. për masat e tua dhe për masat e Brikenës janë të njëjta, i bëjnë? Po pra. Po, Jam shumë të kurioze. thash, Brikena nuk është se është M apo L. Brikena small është. Edhe nuk Jo, të dyja gocat janë shumë të dobta, jo. Pa mendon se e bënte Shiko. rastësisht apo ishte e qëllimshme që ti merrte rrobat e tua? Nuk e di tani a e kishte fiksim me gjithë apo vetëm me mua, po mua më ndodhi 2-3 herë edhe brenda në shtëpi dhe nuk e kisha te veshjet, sepse ne goca jemi, ndrojmë rrobat me njëra tjetrën, s'ka absolutisht asnjë gjë. Thjesht mua më erdhi, domethënë bezdi fakti që ajo ishte e para femër që mua më ofendoi dhe të ofendosh dikë në pamje fizike do të thotë që s'ke argument se t'ishte për të ofenduar Brikenën, nga pamja fizike kisha që ç'kej me të, nuk mbaroja deri të nesërmën. Kështu që i thash kur ti mua më ofendon dhe nuk më duron dhe ke thënë gjithë të fjalë për mua, pse shkon dhe futesh te dollapi im te gjërat e mia Ke personale. takuar Brikenën pas daljes nga Big Brother? Kam rastis Ku jeni përshëndetur? po jo, Brikena s'ka përshëndet asnjë, vetëm mua. Do me thënë ka mbet tensioni mes juve të dyja. Po Brikena nuk ka dalë nga Bigu, fatkeqësisht nuk e di tani se si e ka marrë këtë Sa banor daljen. të tjerë kanë ngelur brenda në Big Brother? Shkojmë ti nxjerrim. Unë kam pas shumë komunikim me gjithë, më thënë, të thash. Në qasjet e juaja kur keni rastisur në post edhe nga Po të larg. thënë shëndriti. Okej. Brikena. Po flas për ato në lidhje me mua, që kam parë që nuk më kanë fol Kristi. Se Kristi kështu. I ka i tjetër? vetë janë qef shumë mirë se mendoj. Me Mateon jo nuk kam rastis. Po ta kishe Brikenën përballë, çfarë do i thoja? Po me Unë do i thoja Brikenës përpara se të ofendosh një vajzë, drejtoje argishtin nga vetja, sepse të thash, ajo ofendoi pamjen time fizike për dhëmbët e mi. Më mirë të rregullosh dhëmbët se sa të prekësh gjërat personale të dikujt tjetër. Këtë do i thoja. Dhe ma kthe çik fundin orë. Po me qënë se jemi të Brikena, Lam dhe Selinin pas, po të me pak të këto dy çifte të cilat kanë bërë vërtet shumë zhurmë. Kush mendon nga këta të dy ka qenë më reali? Una kur kam qenë unë brenda, unë nuk kam pas njonin real. Pak gimbun e kam parë më të përfshirë. Me vazhdimin që se unë dola, se normal gjërat ndryshojnë, kam parë me them unë pak më shumë shpresë shofte Gimbo dhe Selin. Tek Mateo dhe Brikena kurrë? Nuk besoj tani unë nuk do them me zor. Jo, Ato e besojnë të tjerë dhe besojnë se di se duke çojnë fake tani edhe po ti Mateo? ke xhelozi, po çfarë xhelozi unë Ç'lidhje kam unë me ato, unë s'pëlqej Mateon. Ej, mos u bazo në komente xhana Jo, sepse jo, ka shumë edhe fanbase dhe njerëz, sidomos po. për çifte, kështu që ndjeu Po jo, i kemi lirë. parë ne edhe komentet e këtyre që kanë bërë se gjitha më shumë janë fake, tash të folim realitetin. Po fanbase-et e Big Brother gjithmonë janë shumë të zjarrta, kështu që mos ki frikë kur të kesh mendimin Jo, tënd. të kisha frikun, s'do kisha s'do kisha fol këtë gjëra, të kisha fol ndryshme, kështu që Po me nuk Ina besoj. Deri, na ke mbajt miqësi? Po, me Inën po. Po Ina dhe Casey mendon se janë një çift fake dhe ndarja e tyre është fake apo Jo, nuk e shoh fake. Qa Thjesht bëhet ato një më herë me nxjerrin këto për dy? momentin, mendoj unë, se ndoshta se s'dua të futem tek ato dy si din më shumë punë të veta më mirë vet, po unë i kam parë domethënë se zihen për momentin edhe në nerva sipër siç na ndodh neve heqim. Po duke parë se shiko, dashur pa dashur je pak përgjegjës si kundrejt publikut i cili të ka votuar, të ka dashur bashkë të gjitha, për t'i thënë në qoftë se ka diçka, s'ka diçka dhe gjithmonë jemi përballur me këtë përgjigjen jo, s'flasim, Pritse me çfarë tha Livia, mu po mle me kuptu sikur edhe mund të jenë bashkë. Janë. Po jo, prandaj po e shtjelloja këtë. Pra, në qoftë se vërtet ata janë të dy bashkë, pse nuk ja tregojnë publikut? Se zon ka në çift ka, nuk e di, janë me vite të martuar dhe vazhdojnë Pastaj zien. do them Para këndvështrimin 5 tim. ditësh, diçka tillë isha për darkë me Inën edhe me Kesin. do me thënë ti di që ata janë bashkë akoma. I bie që janë bashkë, se para 5 ditësh kanë qenë për darkë. Tani unë nuk i kam pyet
lutur të them drejtën, a jeni të lidhur apo jo. Shuaja Po publikut thjesht unë kam, pyetjet. domethënë ne item isha unë me kushërirat e mia Kesi me Inën hëngrëm një dark, domethënë edhe ishte me muzikë, nuk është se diskutuam këtë gjëra, ndoshta ato kanë bajtë dhe një raport shoqëror pas ndarjes. Faktikisht janë çift shumë europian ata. Po a do mbahet një raport me një ish? Kur? Ja, më duket nuk te ato. Që tani që e morën vesh. Ja, vetri doli. Së djalë, no. Unë mendoj që një shoqëri mund të kthehet në dashuri, por një dashuri kurrë në shoqëri. Po këtë po thoya edhe unë, pra janë shumë europian ata të dy. Ose të paktën jo kaq herët. Herë lidhen, herë shok prap, duhet të jesh shumë. Unë mendoj se nëse europian. mendimi im, nëse një dashuri kthehet në shoqëri aty s'ka qenë kurrë. Dashuri aq e madhe. Do duhet shumë kohë, mendoj, për të kthyer shok. Ndoshta s'kan kur shok. Do duhet shumë kohë që ta shohësh dhe ta përshëndesësh, se as për ta përshëndet nuk e përshëndet. Nëse unë flas nga këndvështrimi im, një lidhje publike, jo, një lidhje publike, sidomos kur ka shumë zënka, është ajo me vërtet ajo pjesa që i follow, unfollow, edhe shumë e vështirë për të ekspozuar, sepse sot zihemi, nesër jemi bashkë dhe ti nuk ke çfarë. Po, nuk ke çfarë i thu publikut. Po Ora mos u hiqni më nga rrjetet sociale se lat nam tani po flasim për njerëz të pjekur. Ju dilni në barkë si jeni follow. Është një goditje ajo e rrjeteve sociale, ja po të hoqa. Por që realisht janë shumë pozitiv. Un kam një raport shumë mirë me të dy prej atyre, kështu që nuk e di, unë shkoj shumë mirë me ato. Edhe këto dy fal se unë nuk e përmenda tek raporti jashtë shtëpisë, po është edhe Ina Kesi. Ti lëm Minën dhe Kesin aty ku më rri mendja mua, do të thënë turrim është gjatë gjithë kohës. Salaja, Selina, e ke djuar atë hitin Verorti, nga Rogerti në kishte publikuar me domethënë që ai e knoi në klub. Po që do bëhej këngë kjo, s'ma merrte mendja videoklip me një tekst të plot. Po sepse nuk ishte si ishte diçka e re, ai e ka kënu edhe kur ishte brenda në Big Brother, në Big Brother mbaj pak si batuta aty brenda. Po kur doli ai pa që e kishin bërë të tjerë këtë këngën. Po shfrytëzonin të tjerë. Po e bënin të tjerë dhe ai tha kur këto e kanë bërë të tjerë, pse mos ta bëj unë që e kam krijuar unë. Po mirë, kemi dhe Selinin në tjetër që ka thënë Rogerti po merr famën me emrin tim. Unë nuk e di se çfarë thot Selini, po unë kur e ka kënu Rogerti atë këngën brenda në shtëpi, Selini ka qenë e parë që ka hyrë në divan edhe ka kërcy. Po mirë, është e vërtetë që ja kërkonte. Edhe t'ja këndonte. Po, edhe i thash Ndritit, e mbaj mend një pjesë kur u vendos kjo kënga shik, domethënë vetëm melodia, ajo i thash Ndritit shko thuj jashta, Allaja Selin, domethënë që doli dhe kjo. Këto muhabete nuk kanë fund kur i thon po neve TikTok-u po na afron, Livia, kush janë planet e tua në të ardhmen? Patjetër me aktrimin nuk heq dorë, është pasioni im edhe bëj me dëshirë, nuk është se bëj se duhet, e dua. Ne presim një ftesë në teatr. Tani të vim të shohim, patjetër që po, kështu që do më shihni në fushën e aktrimit edhe me ndonjë surprizë të re, nuk i dihet. Po që jemi ne të urojmë shumë suksese vërtet. Shumë faleminderit. Ishte një ndër intervistat më të bukura që kam bërë me zgotë. Faleminderit. Ishte shumë radios, ju them që Livia është më e bukur live. Vërtet. Ka lezet do mbi bardh për ata që kanë inat. Ishte shumë kënaqësi. Ne do duhet të shkëputemi në një hapësirë publicitare dhe rikthehemi pas pak. Jemi rikthyer këtu në Shizoner dhe ky është një ndër momentet e mia të preferuara sepse kemi një të ftuar special që gjithmonë na jep ca info, ca gjëra që nuk kemi se si mi ditë për ndryshe. Ne kemi këtu Gjani Demika. Unë i shkreti prap. Po ti na jep, ti na ushen? Gjani. Do i lek të na jepni apo? Kera dytë, çka kënaqësi është ta kemi Xhanin për herë të dytë. Shkojnë pak kusha isha në mes. Isha në mes. Dhe ju sa po kishte filluar, ishin filluar dhe para. Tani do të kesh më kujdes, unë se tani jeni më shumë profesioniste dhe kështu. Po ti Xhani e bërë se i shtëpis këtu. Kam kontratën. E ke? Se visha e ke. Shiko, herën e fundit që unë e pash Xhanin ishte tek e diell në trotuar. Ishim bashkë. Ku mes shumë deklaratave një ndër ato që bëri goxha zhurmë ishte deklarata për zënkën me Mateo në Ibiza.
Si ka reaguar gjë Mateo për shembull? Të ka shkruar. Jo, s'ka asnjë reagim, domethënë dhe unë atë që e thash shumë transparente dhe thash shumë të vërtetë siç është. Nuk ka pse të ketë domethënë reagime, se fund është një vërtet që ai e di shumë mirë, por që mua çudia më vjen më shumë me fansa dhe me ata ndjeksa që e ndjekin, që më kanë lodh kokën me ca komente pa lidhje, që nuk e di domethënë që më fal një sekond, ajo është diçka midis meje dhe personit dhe nuk ka të bëj se unë po kërkoj famë as nga Mateo, edhe Mateo e di shumë që unë nuk kam nevojë për famën as nga Mateo as në njeriu, se në fundit ato gjë që kam arritur vetëm forsat e mia, edhe nuk kam arritur as nga televizioni as nga programi. Po ti nuk fole keq për Mateo në asnjë moment, kështu që edhe ideja që e keq interpretojnë, edhe ideja është që mua nuk më pëlqen të keq interpretohet. Edhe nuk e di pse bën kaq shumë gogole, kupton? Se fundit jeni fansa të një personazhi që ka qenë në reality show, mbaroi reality show tani. Në fundit kjo është gjë jonë personale, do të thonë se çka kam. Unë kam hangër bukë me te, unë jam e di unë si janë punët. Po, tash janë ca gjë që edhe, do thonë pse e thonë në televizor ose pse e thonë në televizor. Po, aty më pyetën, aty e thash. Tani në televizor djali huju lidhu, martu, i bani gjitha, kështu që në televizor do i themi. Ideja është dhe ai në televizor për çfarë është futur. Pikërisht, jo. Atëherë edhe këto gjëra. Doja të ndalesha pak te kjo pjesa, sepse unë mendoj që nëse një shoqja ime do bënte një deklaratë për mua dhe për një zëng që ne mund të kemi pasur, unë do doja vërtet të kisha një lloj ballafaqimi, se shiko, e di s'ka problem. Po, jo nga ana jote, nga ana tjetër që nuk po vjen mua kjo kërkesa. Mua varet po. Mateo. Shiko, unë duhet të keni parasysh pak se kur një person del nga një reality show, sa unë njoh shumë figura që dalin nga reality show, kanë një ngarkesë emocionale shumë të madhe dhe ju duhet një kohë e gjatë që të rikuperojnë veten. Livia e di. Ju duhet kohë që Livia kokane shkretar. Jo, dakor, po kanë një ngarkesë shumë të madhe që varet se si e përjetojnë dhe ju duhet ajo kohë e vet sa të rimarrin veten dhe pastaj sidomos ato që kanë qendruar 120 ditë, kështu. Se për momentin është edhe kjo pjesa që ju pëlqen pak vetja, ju pëlqen pak komente, zhurma, thashë themet, flasim për ta. Tani edhe këtë që po flasim ne që po përmenden me veten e tyre thon, shiko këta po flasin për mua. Shiko, unë bëj emision, jo, s'është fare. Pra, si e njeh ti Mateun, ti do kishe prit, po mos ishte gjithë kjo famë, do kishe prit një kërkim sqarimi ose ti mendon që ka ndiku pak kjo pjesa e famës së Big Brotherit për mos të... unë si para si pas nuk është e pres në një gjë, kupton se në fundit unë them atë që mendoj, edhe i dal balla sa që mendoj unë dhe është realiteti është ashtu. Pastaj nëse ai kërkon ndonjë ballafaqim me mua, unë jam i hapur kur të doj, vite në program. Pikërisht këtu doja të dilja, nëse do ta kishe përballë Mateun, çfarë do t'i thoje? Ti gjë siç i kam thënë. Edhe vjen se thoja tamam siç është realiteti, ai di shumë mirë. Që jam pa doreza dhe nuk kam ndonjë kështu, nuk kam filtra që për këtë gjë. Kjo madje edhe e kam mbështetur. E kam mbështetur. E kam mbështetur. E kam mbështetur dhe thash dhe në ditë që unë e kam mbështetur për shkak të hir të respektit që kemi pas me njëri tjetrin dhe që kemi ndër pra shiko. Mua më ka ngel qefi për disa gjëra, por në fund do të thonë ai ka zgjedhur të bëjnë një gjë. Shiko, janë shumë të komplikuara këto situatat e shoqërore se ne pas se janë kaq të komplikuara ndonjëherë situatat, sepse nëse ti e ke pavarësisht çfarë juve debatesh mund të keni pasur me njëri tjetrin, ti e ke suportuar të gjitha, ndoshta një faleminderit. E kam suportuar edhe para Big Brotherit. Edhe për gjëra, domthonjë që un jam natyra njeriu që çka kam mundësi i ndaj me të tjerë, sidomos me rreth shoqëri. Kështu që e kam suportuar dhe jam munduar ta suportoj jo vetëm atë, por edhe shumë njerëz të tjerë. Kështu që kur futen reality show, pastaj po ju pëlqeu vetja është gabimi i tyre. Po si pëlqeu vetja edhe në tok, po të vinë të bien telefoni, të takojmë, pim kafe, sqarojmë, edhe sqarojmë edhe publikisht për njerëzit. Sa kur ti bjeri pak kjo fama, ky viraliteti do të lutet për një takim. Me të lutur nuk bëhet se atëherë se pranojmë. Mirë, të lutur, do thonë sa flasim mamanëre se do na shajmë prapë. Shiko, këtë javë gota jemi shar goxha. Faleminderit. Shiko, njerëzit duhet të kërkojnë një gjë që reality show. Ja kemi arrit qëllimin që se jemi shar motor. Shiko, reality show është diçka që ngjelet atje. Dhe kështu që njerëzit duhet të kuptojnë që mbaroi reality show, ka mbaruar, nuk ka reality show jashtë. Po gjatë qendrimit, duke parë se ti je një personalisht Mateo, na ka qenë 100% i sinqert në gjithë qendrimin e tij. Po, është për atë që ka pasur është, e kam thënë edhe tjetër që është i sinqert, ka qenë i drejtë sepse ashtu dhe në rrjetin reale. Përfshihet dhe është emocionalisht shumë i përfshirë në si në lojë, si në debat dhe un kam menduar që në fillim që Mateo nuk ta ke pas kaq shumë të gjatë për shkuar deri në finale, por që ja arriti finales dhe besoj se kjo është një fitim i vet. Por në marrëdhënien me Brikenën, sa i përfshirë duket, sa real të duket. Unë kam thënë që Mateo është i përfshirë dhe Mateo jepet në marrëdhënie.
Edhe në marrëdhëniet e tjera që ka pasur është pothuajse i njëjti person. Por që ishte bërë dhe një deklaratë për ish të dashurën e Mateos, ke marrë. Kështu ka qenë. Jo, fare zero. Nga asnjë. Nuk e di, po nuk mbase s'kan guxim të më shkruajnë ose të më thonë. Përballen me atë të ruajnë shumë mirë o Xhani se erdhi vera. O Xhani. Ne kemi biza. Do iki ambasaditësh, e kupton, po ideja është që pa Mateo këtë vit. Ja, me familje, shko, ne kemi kur shoqëri, edhe një ndër shokët miqt ka qenë Mateo. Pastaj se si shkoi situata atje, janë këto problemet shoqërore që ndodhin, kryhet atërmbetja, pastaj futu Big Brother. O Xhani, tani të mbetëm pak prapë te Mateo dhe te ta fansa të realiteti. Mendon te ti. Ti dhe është e prapë vazhdon. Po prapë do vazhdoj. Më fort. Tani mendon se edhe ti si unë dhe shumë të tjerë që shumica janë të blerë, janë fake. Cilat? Klikimet? Shiko, me thënë të drejtën i kam parë shumë që janë krijuar, ndonjëherë më duken të vërteta, ndonjëherë më duken jo të vërteta. Unë kam përshtypje që mund të ketë unë nuk e besoj që ka kaq shumë njerëz pa punë që të rinë të merren të fiksohen me rrjetet sociale. Por mendoj që edhe mund të ketë njerëz kaq të papunë që domethënë që merren me klikime, po këta njerëz kaq shumë terezi kanë sa të ruajnë çdo profil ku del Mateo, Brikena, Selin, Miri, më thash, kaq të i bie që ka një algoritëm këtu, ka një gjë, ka një fansa sa nuk e di fare se si funksionojnë këto. Si bie që kur del ky emri janë disa Po, janë këto, shko. Nëse do fsoni një person që është nga pjesa e rrjeteve sociale apo nga algoritmi, me informacion që kam di që figurojnë programime që në moment që përmendet emri i filan personi, fillojnë për shembull disa mesazhe që ti ja le gati, i bën për shembull një 10-15 mesazhe gati, që sot s'është dhe ChatGPT-ja që ti bën gati, s'është nevoja. I thua emrin Xhani dhe Mika, më bëj 15 mesazhe të ndryshme për këtë person, edhe urime, komente dhe ky ti bën ty gati, dhe ti këto i paraqet në algoritëm dhe ky algoritëm pastaj bën automatike i gjen vetë random emrat ashtu. Imagjino që ka njerëz me probleme mendore. Janë njerëz që paguajnë thjesht. Kjo figuron edhe në përbotë, jo vetëm këtu në ne. Kemi pas personazhe të tjera në kohë të kalume që kanë përdorur këtë lloj që janë vërtetuar apo flas. Po shiko, këto unë jo vetëm në Big Brother, po unë kam përshtypje që edhe në jetën, edhe në figura të tjera, edhe në modele apo në mise apo sepse po të futesh të shikosh, janë profile e ndjek një person, ndjek 300 veta dhe një koment shumë të bukur, jeme mira, kinge, zemra, kurora. Okej. Ty të del një zi me kurora, ty të bën një koment të bukur. Ose kur ka për shembull 1000 like dhe ka 10 kësh për ndarje. Ato sa më janë memet. Shiko, okay, këtë fenomenin e kemi parë, po sa e gjatë është kjo. Është shumë real që të bësh viral. Domethënë, sidomos kohët e fundit TikTok o Instagram janë gjeneruar në një format ndryshe që ti je shumë e vështirë që të bësh viral. Po sa e gjatë është kjo, Xhani? Domethënë, fama e kujdo nga një reality show? Në rrjetet sociale. Në rrjetet sociale sidomos. Shiko, fama mund të ngel, mund të zgjas për një kohë, sepse ti varet si e menaxhon veten dhe varet. Jo, varet si e menaxhon veten, varet çfarë shet, varet si e prezanton, varet çfarë mban në treg, varet, domethënë e ke ti në dorë çdo gjë se edhe un për shembull nga hiçi nëpërmjet rrjeteve sociale kam krijuar shumë zhurma të ndryshme, po i kam krijuar vetë me dëshirën time duke pasur si Vaska, personazhi që bëj unë që klikohet, është ai plaku, kupton, po ai plaku nuk është se e kam shpifur kot. Kur doli një kështu një challenge që doli një para ca kohësh me plak, kur e bëra unë them ngjan shumë me Vaskë Curin. Unë e përshëndes Vaskë Curin, është një këngëtar shumë i mirë, familja ime e dëgjon dhe meqense ngjaj me këtë hajta se përdorësh si personazh këtë dën këtë. Ai e di shumë mirë dhe ka qesh kur e ka parë. Por që një varësi e shesim televizioni ty të ofron mundësi. Po varet sa si ti ta mbash. Dhe un kam përshtypjen që gjithë ata që dalin nga reality show dhe fillojnë me pëlqen vetja, nuk e kanë shumë të gjatë dhe vera është përpara. Atë keqen. Doja të kaloja në një çift tjetër që ka bërë shumë buj, dhe le të themi e kalon pak edhe në hije tani Birken dhe Mateon, që është Endi me Krenarin. Patëm këtë gender reveal-in tani së fundmi, do bëjmë prindër të një Endi dhe Mere. Do bëhen prindër të një djale. Ti ishe i ftuar aty apo?
Jo, i ftuar jo, I njoh si personazhe, me krenarin para shumë vitesh kam rastisur, nuk kam qenë prezent atje, po kam qenë prezent në Ksamil, sepse un punoj në jug, jam biznese që janë në Sarandë Ksamil. Dhe pash diçka domethënë që makina, aktivitet, pra ti ishe në vizje aty. Isha në jug, jo prezent, po isha në distancë dhe pash diçka në distancë dhe pash diçka shumë e bukur. Më vonë pasaj zbulova nga media që ishte festa e Ishte diçka më intime apo kishte shumë njerëz të ftuar? Kishte njerëz. Ishte njerëz, po kam përshtypje që ishte njerëz rreth tyre i afërt si nga Endi dhe nga Endi ka. Dhe nga krenari, kështu që ishte diçka shumë e bukur, më bëhet qefi, uroj të kenë një jetë bukur. Po si e pritet lajmin? Në fakt kishte kohë që përflitshte si lajm, po e shifja nëpër media, por më dukshte si diçka siç bëjnë gjithmonë në klikime thashë theme, dhe kur doli kjo thash, thonë që nga e vërtetë, më bë qefi, shumë bukur. Personalisht nuk i njihja. Jo, nuk i njoh. Thjesht krenarin para shumë vitesh e kam takuar, kur kam rastisur në një koncert jashtë, dhe nuk njihem personalisht se kem kontakt. Okej. Po ndërkohë neve kemi shumë qef thashë themet, lulet po cilin, Vera po vjen, këto çiftet sikur fillojnë dhe bashkohen akoma më shumë me njëri tjetrin. Kemi ndonjë lajm nga këto? Që ose mashkulli nuk ka lekë dhe i paguan femra ose femra nuk kanë kështu. Si bie kjo? Jo, femra zot fusi dorën. Jo, ka që ka femra. Ta për së dyti herë. Është 300 që unë dëgjoj. Dron aty me. Ti nxjek këtë video një aksesor të bukur? Patjetër, zot. I nderoj unë. Do gjejmë ndonjë tjetër. Çfarë ndrosh? Varet. Jo libri, do ndroj librin si aksesor, do marr një gjë të re. Mbaj njerëzit dhe librin si aksesor në plan. Se di, ja, do ta mendoj, do menduar. Xhani mos më bëj shumë do ta marr, do të më arrit koha. Xhani aksesorin tani do ta marr edhe në klub. Ti mirë. Po të marr pak veshun tani të çiftet. Do i nderoj mua. Kemi ndonjë çift të ri nga showbizi, ndonjë sekret, ndonjë gjë kështu nga këto që vetëm ti di të na i tregosh? Kush është ndar? Vallai për zotin kjo është pyetje kështu spontane që as po më vjen në mendje ndonjë zura be edhe spontanisht për zotin thash që sinqerisht nuk po më thon të gjithë janë zbuluar, të gjithë dihen, gjithë janë marrë vesh, nuk është se ndonjë shkencë edhe një njerëz që nuk e di, po sinqerisht kur ta marr vesh do të më dual shumë video call t'ja u them. Direkt. Sinqerisht po nuk po më vjen ndonjë kështu. Se ti s'e ke kisha thënë, unë klasë direkt. Derisa ta provoj dhe pak Vera. Po ndonjë ndarje. Më vonë. Ndonjë ndarje s'ka pas? Po ku di unë si shumë qetësi ka rënë, tani që po mendoj sikur s'kem pasur kështu ndonjë s'ka pas ngacmim. Sigur kanë filluar të fshihen mirë, domethënë. Mora vesh. Domethënë kur po fshihen dhe nga ty, prit se ka marrë vesh. Në lajme që pash që Gjensila kishte ndryshuar menaxherin që ishte bashkë me Ledrin, një menaxher ka ndryshuar menaxher. Këtë e mora vesh se pash prapë atë pash në lajmet. Mos është ndarë. Po bie që është ndarë Ledri ka ndryshuar dhe menaxherin. Se zakonisht kur ndryshojnë menaxher nuk e ndryshojnë kot. Se theti Xhani. Se besoj që të jetë ndikim që Shiko, Xhani thjesht i epiden. Pastaj Jo, e pash në lajme dhe unë nga lajmet bazohem. Ti nuk u shqetësove. Ti që je pikërisht në këtë botë, arsyeja që mund të ndryshojë Në këtë botë menaxherin. jemi të gjithë, Jo, ti je pak më afër. Ti je pak më i afërt me menaxherët, me artistat, me këngëtarët, kështu që e kupton më mirë arsyeën që dikush mund të ndryshojë. Dy fjalë që di, domethënë nga ish menaxheri i Gjensilës di shkaku i distancës që ka qenë që Gjensila jeton në Shqipëri, ai jeton në Kosovë, edhe gjithmonë koha e telefonit është ajo koha e kufizuar që mund të ketë ardhur në këto pika që mund të kenë ndryshuar edhe pjesë menaxhere, por di Që distanca është arsye edhe për ndarjen në çifte. Nuk e besoj të jetë kjo, sepse ne kemi shumë çifte që janë midis Kosovës dhe Shqipërisë dhe janë prapë çifte dhe vazhdojnë për kohë të gjatë. Kanë marrë reality show shumë. Nëse Bajza edhe Xhani me dëgjoj me vëmendje. Po. Ti je në jug, po ti do kalosh edhe në Shkodër, sepse un kam një lajm shumë të mirë për ju. Soledmet shumë shpejt vjen edhe në Shkodër me shërbime në fizioterapi, estetik mjekësore, distribucion dhe analiza laboratorike. Të gjitha vajza në një vend. Afër jush për çdo nevojë të juajen, Soledmet është kujdesi që ju meritoni. Dhe mund ta gjeni në rrugën Baso Kadia përballë Lulishtes, ngjit me Piano Bar në Shkodër. Kështu që kemi një Soledmet në Tiranë, por do kemi një Soledmet edhe në Shkodër shumë shpejt. Ja këto dy. Ja këto dy. Gjithë dëshirën, domethënë edhe mos dukesh ashtu si një plakaruqe, siç e kisha nxjerr. Vaska të Top Albania. Na, shiko. Me shoqet e fëmirisë.
Nuk dua ta shoh veten aty. Nuk të plaka. Do bëjmë një video më të bukur pas pak. Ne largohemi për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi pas pak. Unë thashë se bëron publicitet. Xhani erdhe ti të marrësh punën. Jemi rikthyer sërish në She's On Air në Top Albania Radio 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital. Jemi këtu me Xhanin. Xhani Vera po vjen. E sqaroj mohabetin me mua që s'më flet. O Xhani, unë si të flas ty një herë, si s'më flet ti mua thash. Po thash ishe shoqëruar. Unë nuk të kisha parë me kë isha, ma thuaj këtu tani në shesht burra. Oj, na isha unë ditë me një sekond lutem. Brun i gjatë. Elegant. Ja. Brun, po është i gjata. Nuk ishte gena jo. Një sekond lutem ta dëgjoj se kam shumë qef, ha? Ai do të më mashtrus. Hajde pra. Kjo është e vërtet. Shiko, është shumë vërtet vështirë që të më shihni me një partner të paktën. Sepse i na shihet mirë. Jo, ti mos egzagerosh shumë e vështirë. Është vështirë. Është vështirë. Po është më e vështirë, sepse të paktën në ato vendet që dal, unë nuk del Xhani. Dhe Xhani nuk mund të më gjej. Radhe inë do t'i bëj video do ta nxjerrë në social media të kapa. Okej. Një herë kemi rastis bashkë mos gabofsh, aty ishte në një lokal ne po kalonim. Kemi rastis edhe në Kishë Laçit bashkë. Po. Që u isha në ajër fare më fole këtë vogël thash se çfarë. E kupton si mundesh domethënë. Këtë se më. Po ti më fole. Unë isha në ajër fare u ktheva kokë, u thash më fal se të pash tash. A ishte edhe me mua? Po. Po. A shef se jam unë Bruni? Ore nuk ka asnjë gjë të paktën këtej nga anë tona. Është një shkretë e tjerë, po. Përshëndesim edhe gjithë laçianët me këtë rast, se po mirë. Po e bëjmë si person. Përshëndesim Brazilin që më ndjekin. Tani Xhani showbizin e Top Albania se morën vesh. Tani si parashikohet showbizi shqiptar në përgjithësi? Për këtë verë, Qa do bëhet në një gjë? Godit jenë që pra. E di si më dukesh ti Xhani, si këta që vinë. Si manekin, kështu hajde kot. Si këta që vinë dhe bëjnë parashikimet e shenjave të horoskopit, besorja do ketë shumë lidhje ndarje. Tani që është e vërtetë Xhani duhet me ditë më ngacmu se Xhani është një nga ato që nuk ka rezerva, flet. Flet, kështu që pres nga Xhani. Flas. Po si shikoj ideja që këtë vit flasim nga ana e punës. Pjesa e punës unë këtë sezon do kem shumë ngarkesë sepse mbas është era e parë që e them, përveç profesionit tim që kam si drejtor artistik në klub, kam marrë përsipër të kem dhe 2 biznese të mia. Ne dhe na pa ndina jugu ta di që i kemi të gjitha nga Xhani, ora ndonjë tjetër. Nga Xhani, okay, po këtë do shohim tjetër. Na tregon. Artistët kam përshtypje domthonjë që të gjithë artistët dihet historikisht domthonjë Noizi, Dafina, Dhurata, bashkëpunime çfarë do kemi. Ditën e bashkëpunimit emrave dua të zbuloj sepse kam qenë në studio, uroj që mos më shaj dhe mos më talendis për këtë pjesë. Falë Xhanin për këtë. Noizit kam dëgjuar një këngë shumë të bukur me një artist internacional që është me motive komplet lindja e mesme, ka qenë shumë e bukur, domethënë një gjë që unë doja ta bëja dhe video, me thënë të drejtën, ta kisha ta ruaja dhe mund ta tregoja edhe këtu, po në moment që do ta nisja këtë fjalë, u hoq muzika, u ndërprej, u stopua kaq. Kështu që Rigels nxirre sa më shpejt, Noizi, domethënë nxirre sa më shpejt sepse është një këngë shumë e bukur që ka për të pëlqyer dhe do më mbani mend, do më kujtoni. Uroj dhe shpresoj që unë edhe shpresoj të vi këtu vetë Rigelsi, t'ja u promovoj atë muzikën, po. Pra, to janë fjalët e dura. Po ndonjë bashkëpunim mes këngëtarës që shqiptar. Nuk presim që nuk dim që ti di, ama. Po dihet ajo dhurata dihet me Berexhen që ka bashkëpunim, që e keni parë gjithë që kanë bërë ato videon që kanë bashkëpunim. Kam dëgjuar fjalë që është në një diskutim dhurata me Malumën. Nuk e di që kjo është lajm. Nuk e di kam qenë është bërë vjet në verë kjo si muhabet dhe është në diskutim menaxherial që diskutohet për një hit. Po tani uroj dhe shpresoj se dhurata shumë e fortë dhe është nga ato artiste që pse jo. Nuk e di tash i bëra mirë apo bëra keq e thash, po. Parkenarie që zani madje tani unë do kumbullja shumë që ta kishim këtë hit. Publiku shqiptar le të shkojmë i fije më shumë ke Maluma që t'ja mbushim mendjen që jemi këtu. Mos e bëni përpara se mos prishim punën. Jo, jemi tifone. Do shohim një tifozëri shumë të madhe. Do në bashkëpunime të tjera di që do jenë shumë artistë internacional që do vinë në Shqipëri. Nuk di kë mund të përmend artist, një propozim që kam kërkuar unë që është gjithmonë
që artistët on top të kenë bashkëpunim me artistët e live on top, të bëjnë sa miksime të bukura. Kam dëgjuar një bashkëpunim tjetër që do bëshe e harova personazhin, s'po më kujtohet. Se kush më tha që po e kam në plantha ta bëta e kam tha në plantha për ta bërë tha me Eli Male tha bashkëpunimin, por nuk po më kujtohet personi. Jo, shqiptar. Shqiptar. Tha sepse më shkon shumë tripi tha i mënyrës të këndimit të saj tha me mua. Nuk po më kujtohet. Po nga ish banorët e Big Brother VIP kemi pasur shumë këngëtarë këtë vit. Kush e ka arritur shumë çmimin? Përveç kësaj, Angel shumë interesuar. Që do marrë skene. Kush do ta sundoj skenën? Rogerti. E dëgjove hitin ore të Rogertit me Don Fenomin. Alaja Selina, si të duket? Domthon ideja që ajo është diçka që e ka bërë virale që ishim brenda dhe prap u bësh një gjë e bukur virale. Uro që mos më mërzet Selin me këtë pjesë, sepse në fundit i bie që të përmendet shumë dhe të dore shumë. Tani ty po të pëlqeu, mos mbaj rezervë apo do mërzitet Selin. Kjo që mund të mërzitet Selin është ironike. Jo, ironike tani ajo është bërë hit nga vetë ai dhe kështu që ai pse mos e futi në bashkëpunim të ngelet. Por kam përshtypje që uro që mos ngel shefi Selin dhe mos bëhet shumë problematike në këtë pjesë. Ne kishim më përpara Livjen që deklaroi që Selin e kërkonte vetë atë këngën çdo herë që fillonte shik shak shok, kështu që besoj që edhe Livja mos harroj që Livja është shumë mik me Rogertin, edhe është kundra Selin. Kështu që shikoj, unë po të isha në vend Selin, mbas edhe mund ta merrja për keq, mund edhe më mërzit çaj, kupton? Sepse në fundit ti po përmend emrin ku don për këngë dhe po bën. Po mirë, unë vazhdoj të qëndroj tek këngëtarët që ne kemi pasur, këngëtarët e afirmuar. Kush janë ata që po kërkohen më shumë nëpër klubet e Tiranës? Po se kemi pas goxha artista këtë vit në Big Brother. Nga ata të Bigut. Po. Për momentin që po kërkohen nga gjithë Big Brotherit. Jo nga gjithë, nga këtë vit. Nga këtë vit apo nga këtë vit? Po se na këtë vit duket se këtë vit sa ka informacione më mirë. Bigun atë. Me thënë të drejtën, te klubi ku punoj unë nuk kemi ftuar asnjë nga artistët që janë pjesë e reality show-t, për arsye sepse kur Top Channel i fut në Big Brother, këta krijojnë një vetbesim shumë të madh. Dhe kanë detyrime shumë të mëdha ndaj televizionit dhe fillojnë kërkesa shumë të çuditshme, gjë që ne edhe nuk i pranojmë. Për pagesa apo po edhe për kushte, edhe për pagesa, edhe për gjë sepse në moment që ne ju kemi ftuar para se futën në reality show, nuk është thënë që neve ju t'ju ftojmë mbas reality show të Rasha Vdiqa. Kështu që jemi pak të konfuzuar. Po kush mendon që do kishte më publik ose që do Po që mendoj, Miri është personi ideal për momentin që do ketë një bujë të madhe nëpër koncertet e klubeve. Dhe që meqense Miri doli, unë më ka ngelur peng diçka sepse me ekipin e Mirit kanë folur kur ka qenë Miri brenda dhe kishim një ekskluzivitet për te klubi ku punoj. Por ndërkohë që na i mori konkurenca, dhe kështu që Miri nuk ta falte gjë. Se bëj shaka. Bëj shaka se jemi prapë gjithsesi jemi miq. Më qëndro pak te këto kërkesat e çuditshme. Kush ka qenë një artist që ka kërkuar për shumë një shumë të çmendur që ti thua po çfarë po kërkon ky? Ku ka dalë nga reality show? Po këtë vit jo. Ose edhe në përgjithësi, një këngëtar, një artist. Shiko, ka pasur shumë figura që kanë qenë në për Big Brother të tjera dhe kanë kërkuar, dhe unë kam thënë, ka qenë rasti Jozit, ka qenë rasti Gjestit, ka qenë rasti Romeo Donald kur doli në atë periudhë, rasti Luizit, domethënë ka raste shumë figura që kanë fituar një audiencë shumë të madhe nga reality show dhe kanë pasur kërkesa të çuditshme, por që jo gjithmonë plotësohen dhe jo gjithmonë mund të përputhen siç duan. Tash edhe ne punojmë edhe në Dambukse. Por nga gjithë reality show, nga të gjitha këto që janë në treg akoma, që vazhdojnë, mund të them që është Jozi Luizi nga edicionet e kaluara. Edhe Gjesti, por Gjesti ka pasur atë pauzën se ndodhi fatkeqësi dhe kështu që. Po sipas të ish banorëve, sipas teje, nga ish banorët, kush ka qenë më i mirë që po e menaxhon mirë famën që ka marrë momentalisht? Luizi po, do them disa. Luizi po, Romeo Donald po. Do qëndrojmë tek ky vit i fundit kam një. Edhe viti i fundit. Mos kalojmë ande. Po ata i kemi parë, ne e dim shumë mirë suksesin që ata kanë pasur edhe nga ky edicion mund të them që Mateo me Briken. Mateo me Brikenën mund të them që po e menaxhojnë mirë situatën se kanë kuptuar pjesën që janë në vëmendje dhe po shfrytëzojnë imazhin e tyre për të vëmendjen e tyre. Nuk do thoja se po e menaxhojnë mirë, nuk kanë bërë asnjë dalje, Instagrami bosh. Po pra sepse sa më shumë enigm të rish, aq më shumë do klikohesh nga njerëzit dhe aq më shumë do kenë kuriozitet se çfarë po bëjnë ata. Mirë se pak foto kemi pasur, një video e kemi pasur.
Kështu që kam vështirë ty Angel do të televizion. Po dhe nga ana tjetër i qëndron edhe kjo që Angel thotë ata nuk është se kanë do fam nga Mateo nga vetë Brikena. Po, kam shumë nevojë për famën. Ata nuk është se kanë një profesion të mirë fill të paktën që të di se ku do të drejtohen. Unë dua të jap një këshill, edhe meqense nuk kemi folur, mbas edhe mund të flasim një moment tjetër mbas 2 muaj, 3 muaj ku ashtu. Dua të them diçka që Mateo duhet të bëj shumë kujdes, edhe Brikena duhet të bëj shumë kujdes, sepse këta Mateo i duhet të marketojmë shumë mirë veten e vet në profesionin që është, do të di shumë mirë ta lançoj veten në atë gjë që të paktën të ketë një efekt, sepse ti nuk e fitove çmimin e madh. Ti more një shumë të caktuar nga finalja, por ty të duhen disa të ardhura shumë të mira. Këto të ardhura vijnë nga marketing, menaxhimi i mirë vetes tande. Kështu që bëj marketing vetes tande në atë profesion që je, krijo një target shumë të mirë njerëzish, kesh të ardhura shumë të mira dhe mos ri i heshtur dhe mos ri akoma trishe mos e kput me Brikenën se nuk të bën asgjë, përveç se kjo enigma që ke krijuar do të kthehet bumerang dhe pastaj ato të ta kërkosh do të vi. Kurse Brikena ka përshtypje që duhet të angazhohet më shumë në pjesën profesionale që kërkon. A unë e di që është mis, kështu që kam përshtypje që nëse pëlqen modelingu dhe do të futet televizionit, ti jap drejtim, ti jap okay. Po çfarë mendimi ke për pjesën e intervistave? Sipas teje, duhet të dalin. I dëmton pjesa që nuk dalin nëpër intervista? I dëmton shumë. Duhet të dalin. Duhet të dalin, patjetër duhet të dalin, se në fundit ty ajo në fundit ty ti ishe hiçi dhe ty tu dha një mundësi shumë e madhe marketingu. Tu dha shumë, një sekondë shfrytëzoje. Po çfarë, edhe unë nëse pasi nëse futen në reality show, nëse futen Big Brother, kur të dal, e di shumë mirë që Top Albania e diell, këto kanë qenë të dyja që un jam promovuar më shumë. Kështu që O Xhani, këta nuk e kuptojnë që ne që gjoja i shajmë sipas tyre, kupton fare. Okej, duhet dash me rezerva, që të paktën të ruar sa gjëra, pak sot, pak nesër, pak pasese që njerëzit të njohin nga bashkë. Patjetër, si ne ju urojmë shumë suksese Brikenës dhe Mateos në Patjetër që po, se në fundit ata. Ku do ta shihet ti Xhani Brikenën të pozicionuar në televizion? Televizion kam përshtypje që Brikena do ishte një personazh ideal te Shizon Topi? Jo të Shizon Topi, ajo të kjo që bën Manushi te procesi sportiv. Procesi sportiv. Në vend të Franceskës? Jo, nuk po them Franceskë, po them ku e shikoj dhe them i përshtatet sepse është një vajzë e bukur, është e prezente, është shumë sensuale dhe mënyra si komunikon dhe si flet është shumë provokative, që të gjithë futbollistët do të ishin prezent të ftuar, do të kishin kështu duke parë. Këtë vit kemi edhe Top Arena në fakt, mund ta shikojë. Top Arena ka përshtypje që Selin do ishte më përshtatshme për Top Arena. Për Top Arena. Po pse çon ndryshon nga pse jo Brikena? E di sepse Top Arena kërkon artikulimin dhe Selin. Ora për prezantuese kemi Franceskën. Jo, mos ta them ku shikoj këto, e don? Kurse Mateo mund ta shikoj apo duhet par fare. Po shikoj një herë ti Filxhani. Për program. Për gishtin ti çon si kapo. Po, dhe Mateo ai proces sportiv ai tha që unë nuk marr vesh nga kjo tha po. Fiks. Ai ku ta çosh Mateo? Futboll. A do një herë në rand të parë Mateo të jetë akoma pjesë e ekranit? Do, patjetër që do. Po gjërsa u kthej. Po moderimi, paneli se nuk më duket sikur. Okej, mbase nuk e ka qef ai është tjetër gjë, po ideja është se e futun në përputhje, nga përputhja në reality show Big Brother, një sekond ti dhe ke qef të pjesës, synon këtë gjë. Po kështu që po ndonjë qetësi dhe po nuk dole, okay, se këta mund të kenë këtë mendimin që gjëse ne jemi qenë vëmendje sepse të japim klikimet televizionit. Po me Bigun sikur mbyllet një cikël ose të paktën ajo era reality për një individ mendoj. Nuk e di pse Matone shikoj të Shizon Topi në juri. Ti marri vendi Visian ose mund të un kam përshtypjen që edhe në përputhjen duhet të shkojë në juri një herë Mateo, për arsye që të flas për ato 2-3 fjalë si ka qenë. Nuk është artikuluar Mateo sa çfarë. Jo, s'ka lidhje se artikulimin e ka. Jo, nuk është i keq. Në artikulimin është i keq, po pavarësisht se dinamikat e Bigut se e bëm gjithë emisionin do të mbrosh tani. Shiko, e bëm emisionin gjithkohë se do thotë ky shiko çfarë jam. Po do na thuash. U lidh muhabeti, ja. Të kthehemi prapë te artistat tonë. Na lej Mateo se na lodhi Mateo. Kush nga artistat pritet që do na bëjnë ai koncert? Kemi dëgjuar një emër, prandaj po Dafina ka koncertin në 15 maj, është një koncert shumë i bukur, Supernova. Të gjitha janë të ftuara. E di shumë mirë që unë më që jam pjesë e ekipit të Dafines për pjesën e organizimit, jeni të ftuar patjetër, më shkruani në privat të dërgoj ato biletat, ato thesat. Mos harroni të shpërndani në story koncertin, se është shumë i nevojshëm. Do të diçka shumë e bukur, jo si ai koncerti që Dafina bëri në Kosovë, që ishte diçka 100% live dhe ishte diçka e ana artistike. Ky do jetë show, do jetë live, po do jetë show. Shumë artistë tani kanë
trup baleti kam vëre unë. Po, Dafina do ketë trup baleti me sa kam parë dhe sa kam vëre. Do ketë një super shfaqje dhe show që nuk është parë kur e tjera dhe Dafina do e transformuar komplet ndryshe. E di që të gjitha keni qejf Dafinën. Unë kam parë diçka sepse një nga shoqet e mia të ngushta që është balerina e Fiksit është pjesë e trupit të baletit. Kështu që kam parë Dafinën duke performuar vajza dhe mezi pres të shoha te koncerti. Do jenë shumë artistë të ftuar nga Shqipëria dhe nga Kosova. Po, do jetë me sa di një emër që nuk është zbuluar akoma është Mato Lale që është i konfirmuar. Marini është konfirmuar, është ai artisti i huaj që ka pas bërë punim se unë ngatroj emrat i konfirmuar. Po ka përshtypje, jo, tjetër me R që fillon Rick. Po, Rick. Po. Kam përshtypje që do jenë artistë të tjerë. Po besoj se mund të jetë Ronela, mund të jetë Elgiti, mund të jenë artistë të tjerë, më shumë. Po që diçka shumë e bukur dhe është diçka shumë ndryshe nga Dafina që kemi parë në koncerte. Kështu që ne biletat i siguruam dhe të gjithë ata që po na dëgjojnë të sigurojnë biletat e tyre se nuk duhet të humbur ky koncert. Biletat për vajzat. E kërkova publikisht, kështu që. Gjani, ishte shumë kënaqësi që të kishim këtu në mesin ton. Shumë faleminderit juve. E shijuam shumë të bisedën me ty. Presim prap. Ose do na presësh ti. Ju presum sepse nuk bëhet se do keni qejf të më thoni më. Do na presësh bashkë, ne do të presim kur të mbyllet ky sezon i verës për të folur të shëtemet e reja pastaj. Atëherë po ka material. Se jam më shumë. Pastaj pas verës do marrim vesh kush mund gjatë verës. Aty të dua unë pastaj. Ishte shumë kënaqësi vërtet. Shumë faleminderit. Ne do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi pas pak. Gjani, faleminderit që ishem. Shumë faleminderit. Jemi rikthyer sërish në këtë pjesë të 5. Goca, du ju kërkoj shumë falje, por pa ju un isha te koncerti i Shpat Dedës, i cili u mbajt në Universitetin e Arteve në Tiranë. Katarsis ishte një magji. Më shumë fjalë të them nuk kam pse, sepse do ju lë insertin ta ndiqni dhe vërtet do ta shijoni. Mendoj për Shpatin që është një nga ata artistët shqiptar që nuk është vlerësuar asnjëherë aq sa duhet, sepse ka këngë vërtet shumë të mira, edhe ka shumë vite në tregun muzikor, edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, edhe kudo shqiptarët vëre, që ata që kanë çik stil e preferojnë shumë. Un kam qenë shumë e vogël kur Shpati këndonte Ëndërroj etj me radhë, po që realisht ka ditur gjithmonë të vinë ndryshe dhe me albumin e fundit ka bërë një punë shumë të mirë. Pëlqen shumë se ka ndryshuar stilin e vet. Kush është kënga jote e preferuar e Shpatit që ta kujton ty fëmirin? Kjo pra, Ëndërroj, atë Ëndërroj e ka legjendar, nuk besoj që ka njëri që nuk e di këngën Ëndërroj. Nga ky album i ri? Faktikisht, mua më pëlqen shumë mënyra si ka ardhur te albumi i ri, se ka ditur ta sjellë në një formë sa më natyrale, duke dalë edhe nga ajo që na kishte mësuar gjithmonë që sillte tek muzika e vet. Mua pëlqen kënga Terr, që ka bashkëpunim, më pëlqen edhe një bashkëpunim tjetër që ka bërë me Dafina Zeqirin, Natën. Edhe kjo Hajden Ballon nuk është e keqe, më pëlqen, po duhet ta dëgjoj çik shumë shpesh që ta memorizoj sepse Shpati ka tekste shumë të vështira, më lër ta pranoj këtë. Ndërkohë kthehemi pak tek e përditshme ajo të Shqipëria Live, vështirësitë që mund të ketë nga të qenit live, nga ish banorët e Big Brotherit të këtij sezoni, kush ka qenë ai që të ka dhënë komoditetin më të madh? Të gjithë janë shumë të mirë. Kur vinte unë kështu ka mbaruar loja, është ajo dita para që jam pak edhe të çoroditur me ambientimin në jetën jashtë lojës, edhe janë shumë pozitive dhe shumë të mirë. Nuk është se kam pasur ndonjërin që mund ta veçoj që ishte pak problematik, përveç Stenaldos që nuk erdhi ditën e intervistës, dhe të tjerët janë shumë okay, po. Çfarë ndodhi me Stenaldon pse s'erdhi? Thjesht nuk erdhi, po besoj ka qenë lodhur dita pas, nuk e mori dot mirë veten etj me radhë, po jo, nuk erdhi dhe it's okay. Po në të njëjtën kohë ke pasur edhe intervista me familjarët.
Nga familjarët ndonjë që të është dukur pak më nuk ta ka bërë aq komode intervistën që keni pasur së bashku? Jo, komode ma kanë bërë gjithë familjarët, janë gjithë shumë të mirë se janë shumë sportiv për fëmijët e tyre, po besoj që një nga intervistat që u bë më legjendarja nga gjitha ishte ajo babait të Selin, kështu që besoj ai ndryshoi gjithë rrjedhën e çdo gjëje dhe ato do veçoja nga intervistat e familjarëve, po gjithë janë shumë të mirë, se kur kanë fëmijët aty brenda, apo bashkëshortët, motrat, vëllezërit e tjerë me radhë duan t'japin më të mirën që të gjithë njerëzit i njohin personazhet aty brenda ashtu siç ata i njohin jashtë, vërtet të mirë. Ti do marrësh pjesë ndonjëherë në Big Brother për shembull? Nuk besoj që është për mua, po më pëlqen shumë ta ndjek, ta komentoj edhe jam një do thoya që e pëlqej shumë si format, po nuk besoj që do përshtatesha dot sepse nuk mendoj që do rria dot mbyllura gjatë. Alban, nga ty kur do kemi një bashkëpunim të ri, një këngë të re, ndoshta një bashkëpunim me Shpaten? Me Shpaten, okay. Më nuk e di tani, po na jemi të punu në asgjësyrje në albumin e ri. Sa do zgjas nuk e di se s'pi dihet albumit është si me gatu diçka dhe nuk e dihet sa zgjat, po për bashkëpunime nuk e di. Mund të më ndodhë spontanisht, mund të më ndodhë me Shpatë, mund të më ndodhë me gjithëkan. Ndonjë koncert recital nga ty kur do kemi? Aktualisht jo, nështë verës shohim, se ma shumë jemi të koncentru tani në krimtari, se sa live. Ishte shumë kënaqësi. Ishte shumë kënaqësi. Shijojeni sot. E dashur kolege. E dashurina. Nuk më thot kolege akoma, nuk e kam kaluar klasën. Është akoma Ina Pashollari, kandidate për Big Brother. Jonida, kush është një nga këngët tuaja të preferuara të Shpatit? Ëndërroj dhe Ninull. Domethënë janë dy këngë të cilat shënjojnë periudha të caktuara në jetën time. Ëndërroj është periudha e atyre fantazive apo kohën e Top Festit, më sjell shumë nostalgji, kurse Ninull në fakt është një dedikim për gjithë kënd që ka humbur një person të dashur edhe kam shumë për zemër si këngë. Ndërkohë kalojmë pak tek radio, sepse jemi në radio. Kush ka qenë një nga personazhet nga ish Big Brother, domethënë ish banorët e Big Brotherit, të cilët kanë dhënë pak siklet ndoshta në intervista? Nuk më jep askur siklet, por unë e di që ti do më pyesësh për këtë, por duke qenë se jam një peshore diplomatike që e mbaj mirë me të gjithë, por jo me të gjithë, se ndonjëherë ma shpreh dhe fytyra kur kam diçka që nuk më pëlqen, por kam pasur eksperiencë shumë të mirë në këtë edicion. Domethënë, të gjithë që kanë ardhur në studio, ndoshta edhe personazhe që janë kritikuar gjatë këtij edicioni, sa vinë aty tek Top Albania Radio, nuk e di pse ju vjen një tjetër lloj qasje, një energji më e mirë, fillojnë bëhen pak më pozitiv, edhe janë shumë të çlirët në përgjigjet që kthejnë. Kështu që unë i shijoj intervistat, edhe me thënë të drejtën nuk është se më ka dhënë ndonjë emocion negativ apo diçka që nuk më ka pëlqyer. Nga intervista brenda në shtëpinë e Big Brotherit, por edhe jashtë, po edhe jashtë patjetër. Se në pardon është miri sërish, brenda dhe jashtë. Po vëre ndonjë ndryshim nga brenda jashtë në mënyrën se si ai përgjigjej? Jo, është i njëjti. Un kam shumë vite që e njoh Mirin, edhe është gjithmonë i qetë, i kujdesshëm në përgjigje. Edhe brenda edhe jashtë, unë nuk kisha shumë dëshirë ta ngacmoja, po të bëhesha grinch, prishësja e atmosferës, sepse ata ishin 4 muaj brenda shtëpisë, më ulje ngritje, kështu që vendosa të bënim një bisedë të shtruar, ashtu sikur se bëm, edhe në Pardon My French, me një intervistë e cila tashmë ishte më e çlirët, sepse ishim jashtë mureve të shtëpisë edhe pa konture të cilat nuk duhet t'i preknim, sepse unë brenda shtëpisë duhet isha shumë e kujdesshme, mos jepja asnjë lloj indicie, sinjali apo mimike, ndërsa jashtë pastaj ishim më të lirshëm se gjithçka mbaroi edhe ishim më të qetë për ta diskutuar. Gjatë rrugtimit në Big Brother, ti ke qenë tim Miri apo tim Selin? Unë në çdo Big Brother në fakt nuk bëhem dot fanse e njërit prej personazheve, por në situata të caktuara pëlqej se si përballet njëri dhe si përballet tjetri. Dhe shpesh në shumë situata më ka pëlqyer edhe Miri dhe Selin dhe parashikimin final e kisha bërë prej javësh, kisha parashikuar këtë pod, Miri Selin, dhe nëse njëri prej tyre fitonte, ishte okay. Po për Rogertin?
Çfarë të them? Do ta kesh në një ditë në Pardon My Jo, studioja e Top Albanias është e hapur për të gjithë dhe pse jo. E shijova shumë, një event unik, interesant dhe që ja vlen për ta shpenzuar një kohë cilësore, për të fituar diçka mbrapsht, për të marrë emocione shumë të bukura. Kush është një nga këngët e tua të preferuara të Shpatit? Mbetet të ndërroj, pavarësisht se këngët e reja që i prezantoj sot ishin shumë të bukura. Po, kështu ma thuaj mua, pse vetëm ti? Kush tash isha? Se nuk je shoqëruar. Të duka vetëm? Tani ti e di për çfarë pyesun? Nuk e far mirë, isha e shoqëruar. Ne? Me 2 yje të portokallis me Albana Peratën dhe Angela. Prandaj të thash ti e di shumë mirë se për çfarë të pyeson. Shiko, kishte goxha nota romantike. Nuk mendon se bashkë me partnerin tënd do e shijoje pak më shumë? Ne jemi 3 goca të treja shumë romantike. Angji, një nga aktorët e Portokallis. Si të du koncerti? Wow, knaqa pafund. Ishte një tamam katarsis i vërtet. Kush është një nga këngët e tua të preferuara? Ndërroj. Ndërroj. Mbaroj për atë këngën. Mbaroj. Isha vetëm në ndërroj. Angji, nga ana tjetër këtë sezon ke imituar Brikenën. Sa e vështirë ishte për ty? Shumë e vështirë, them drejtën, sepse kisha një punë goxha të madhe, qoftë për pjesën e fizikut, qoftë për pjesën e dialektit, për gjestet që ja bënte. Kisha goxha ndërlikuar, por që ja kam dalë, kështu më kanë thënë. Po, ke pasur mundësi ta takosh Brikenën, të ketë thënë diçka për imitimin? Po, në fakt e takova të after party që kishim, edhe u kënaq pafund, ishte pëlqyer jashtëzakonisht shumë, edhe më bë shumë qefi se e kisha që me merak. Nga që është misë dhe thash e ka çik shumë e komplekse, por që e kishte pritur shumë mirë edhe më tham ke pëlqyer shumë dhe e më briki se unë. Po mirë, briki brenda shtëpisë e gjeti Mateon, zemrën e tij. Ti këte jashtë ke gjetur dikë? Unë po pres futem Big Brother të gjej. Do futesh domethënë? Do kemi sezonin tjetër? Jo, nuk kemi një lajm ekskluziv që do futem, por që pse jo? Do kishe dëshirë? Po patjetër, pse jo? Shumë interesante dhe unë do kisha shumë qejf të të shihja. Thash se do të vije me mua. Shteti ti kam shrej, i ftyrë për para unë, i hapi sy për s'ka për zhjo, ti në në tjetër i qka me mo, para me naj që do të ta kapi dorën vesh për te, a prit mas di qka kërse, dhe më këndra me hajte. Jam të përjetu një katarsis. Dhe direkte në të. Shumë mirë, ka qenë një mbrëmje e pa rrushme për mu, një energjie shumë e veçantë në sallën e Universitetit të Arteve. Ka pas shumë njerëz që kanë ardhur na dëgju, ishit besoj edhe vetë e keni pa atmosferën që ka qenë. Pse pikërisht katarsis? Sepse kemi nevojë shumë për një qërim emocional në kohën cilën po jetojmë. Kemi nevojë shumë me hin kontakt me ndjenjat tona dhe emocionet tona, sepse që shpërshkon bota, jemi largu pak e asaj pjese. Kështu që për këtë arsye për mu, lidhja me muzikën ka qenë gjithmonë një shërim emocional dhe kam dosht me aqit këtë emër, sepse kam dosht me theksu këtë aspekt dhe kam shpresu që ndoshta edhe njerëz që vinë me dëgju sot, kanë me pas një farloj përjetimi. Si u duk energjia brenda, publiku, a e përqafuan sepse dëgjuam këngë të reja? Shumë ka qenë energjia mirë, normalisht që ato këngët e njoftuna që i knovan e di që publiku i pranon edhe i donë. Por mu që kam bo një përshtypje dhe që kam gëzoj është fakti që edhe 5 këngët e reja të albumit të fundit arritën me depërtu, me ato e fillova koncertin, edhe kam përshtypjen që arritën me depërtu e patën një reagim shumë të mirë prej publikut, që kjo mu m'jep shumë kurajo edhe motiv me vazhdu me prodhu halo. Po, kush ka qenë inspirimi për këngët e reja? Ka shumë inspirime të gjeni këngët, ma e rëndësishme është mesazhi këngëve se inspirimi jam. Na u largove pak, Jo mësu tash zamër çmiri këty në kombodo vjetë. Po, partneren, e kishim këtu? Nuk e pam? Ka qenë këtu, sepse është të e gjiru një film, e ka një rol kryesor, është aktore, edhe pse kam pas edhe në qef, edhe e ka pas shumë qef me qenë këtu, nuk ka mujtë më arë fatkeqësisht, por shtu është jeta. Jemi qift shumë dinamik.
Jeni vërtet, ju kemi parë në rrjetet sociale. Ishte shumë kënaqësi dhe të uroj shumë suksese në vazhdim. Faleminderit shumë, faleminderit. Sa i bukur. A ju thash domethënë çfarë energjie? Po ti shiqur që mora operator me veti që të na tregoje pastaj se gjithë vetë kishe ju vetëm. Përveç energjisë aty edhe energjia e shpatit ishte vërtet pozitive. Super atmosferë bukur, shumë bukur. Vërtet, ka bërë një punë të mirë me këngët e reja. Gjithsesi ne do të largohemi në një hapësirë të vogël publicitare dhe do rikthehemi pas pak. Jemi rikthyer sërish këtu në Shizoner në Top Albania Radio 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital. Ne kohë pas kohe tek Talent në shtëpi pikasim artistët e rinj që shkojnë atje dhe sigurisht duam t'i kemi edhe këtu në mesin ton, nga një studio në studion tjetër. Kemi të ftuar sot Sajana Kodele, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Puntata e parë kaloi për ty në Talent në shtëpi. Si ndihesh ti sot? Jam akoma me emocione. Kam kaluar shumë bukur edhe jam shumë e lumtur që u riktheva sërish në diell. Të pëlqen bota e televizionit apo jo? Më pëlqen, jam marrë që e vogël edhe tani është kthyer në një pasion, kështu që nuk e ndajm televizionit derisa të marr atë famën që unë meritoj. Kthehemi te Talent në shtëpi. A kishte ndonjë moment që ndjeve vështirësi gjatë audicioneve ose kur ishe në skenë? Gjatë audicioneve jo, stafi ka qenë shumë i afërt me mua, kanë qenë shumë të mirë, shumë bashkëpunues. Gjatë performancës po, sepse ishin ato emocione që unë kisha shumë kohë pa i përjetuar edhe ishte pak vështirësia. Shumë kohë pa i përjetuar përse? Ke marrë pjesë edhe në reality të tjerë? Po, kam qenë pjesë edhe The Voice Kids, edhe shumë formateve të tjera në televizionet të tjera, po kisha 4 vite që isha shkëputur nga televizioni, që nga dalja e fundit në e diell me shoku Intili, edhe ndaj më mungonin shumë ato emocionet. Si të priti publiku, çfarë të thanë shokët, shoqet, familjarët? Publiku më ka pritur shumë mirë, me sa kam parë është performanca që është klikuar më shumë, edhe më vjen shumë mirë. Shokët dhe shoqet gjithmonë shumë suportues, edhe familjarët gjithashtu. Cilat janë mendimet e para që ty të vinë në kokë para se të hysh në skenë? Çfarë mendon? Mendoj se si do dal, nuk e kam problemin tek pjesa e vokalit, po më shumë tek pjesa e pamjes. Emocionet e para janë në fakt vetëm për pjesën e materialit, varet çfarë materiali këndoj, nëse ka një material të madh edhe si ajo që unë këndova, si Evita, është një këngë e mrekullueshme. Është një material i cili është shumë i vështirë, edhe duhet patjetër një përgatitje shumë e madhe dhe prova shumë prova. Ndonjë kritik a morre nga performanca e jote? Nuk kam marrë asnjë kritik, edhe nuk kam shumë dëshirë të dëgjoj, kështu që jemi shumë okay. Komentet e jury si i pritet Bardhit, Krusita, si dritet? I prisja më kritik. Normalisht Krusita është pak kritike, po i prisja ishin komentet të drejta edhe më pëlqen shumë. Si driti është e preferuari im, mund ta them po. Sajana, mos gaboj ti ishe me 3 pesa, ëh? Po, 3 pesa maksimale. Kishte pikët maksimale, kështu që ato komente, kritikat nuk ishin aq të mëdha kur përkthehet në një. Po çfarë është diçka që ty të dallon më shumë nga konkurrentët e tjerë? Nuk e kam dëgjuar të gjithë konkurrentët, i njoh disi nga formatet të tjera. Po mendoj që më dallon çështja e ngjyrës vokale. Edhe ana performative. Mendoj që jam pak më je më lart se të tjerë. Është ndonjë artist që të inspiron? Më inspiron Elvana Gjata, është një këngëtare shumë e mirë, shqiptare, ndërsa e huaj është Siena, e cila gjithmonë e ndjek në çdo dalje të saj dhe çdo koncert live, edhe më pëlqen shumë. A do na këndosh një këngë të Elvanës? Të Elvanës, po. E unë zjohem në mëngjes, si kur jam me ty, dërgoj lutje lart në qell, po nuk vin aty, e sa herë kujti me gjej, vetën e gënjej, unë e gënjej, për ty s'të gjej. Wow! Mi shiko.
Sajana, përveç zërit që më pëlqen te ti, më pëlqen shumë edhe ai besimi që ti krijon me veten kur thua unë dua të marr atë famën që meritoj. E reflekton edhe në gestikulacion, domethënë e di talentin që ka dhe ka vetë besim. Po duket që është edhe e përgatitur se ka qenë në skemë për gjithë ato vite. Po na thuaj sa kohë të dash të bësh e gati për talent në shtëpi, si ka shku rrugtimi para se të futesh? Po, për talent në shtëpi më është dashur të punoj pak. Duke që se thash, eksperiencat e tjera kanë të bëjnë shumë se ti duke punuar gjatë gjithë kohës, kur ke vite që këndon, nuk të duhet më ai impenimi i madh, por gjithsesi jam përgatitur të paktën 1 muaj për performancën që un kam dalë në televizion, jam në shkuar. Do na tregosh pak si është të kesh në krah një moderatore si Egli? Eglin e përshëndesim. Egli është një dashuri, është një ëmbëlsirë, unë e dua shumë, e kam ndjekur që me fillimet e saj, që në publikimet e para në këngë, edhe më pas në Big Brother, dhe realisht është po ajo që duket në televizion, është shumë e mirë, edhe gjatë gjithë kohës që ndron pranë, na pyet gjatë gjithë kohës nëse kemi nevojë për diçka. Është edhe më e mirë nga afër. Po, është akoma më e mirë nga afër, edhe shumë e bukur. Po. A të ka dhënë Egli ndonjë këshill ty para se të hyje në skenë? Para se të hyj në skenë jo, se nuk e kemi atë kontaktin, por gjatë audicioneve po. Më ka dhënë këshilla edhe ka qenë ajo #1 supporter. Po kjo mistreca që kemi këtu, kjo Ina Pashollare, ju ngacmoni çik në prapa skena kështu? Jo, ajo është shumë e ëmbël, nuk na ngacmon fare. Për kë po flet mo? Unë shkruaj jam shumë e mirë. Po, cila është ëndra jote më e madhe? Ku e sheh veten pas talent në shtëpi? Çka synon? Pas talent në shtëpi, do kisha shumë dëshirë që të publikoja këngë të mia. E kam një ëndër të kem 2-3 albume të paktën. Edhe më pas të shoh Eurovision është një ëndër tjetër shumë e madhe. Tani do na këndosh edhe një këngë tjetër. Çfarë të do i them aty? Të kam gjetur ty, ti se di se shumë kërkova unë me ty. Sto të thoja kur u lodha ti tani, ti e raje e zemrës si me bashk me ty. Le të thinjet jeta ime ju dua shumë, jeni shumë mirë. U emocionar. Ke kënduar këngën time që unë e dëgjoj 24/7. Aurela Gace. Livia po na çan nga ana tjetër. Jo, unë emocionova, domethënë me pas tu live është me vërtet një emocion shumë e madhe. Shumë faleminderit. Sepse ekrani nuk e di, mund t'japin mbas edhe një ndjesi tjetër, por me pas tu me këtë zallë, duket parë, duket të ndjej shumë, më pëlqeu. Shumë faleminderit. Neve duam edhe një tjetër, do na këndosh një. Ngopemi me zërin tënd. Të huaj po patjetër. Të ikim në Eurovision. The world was on fire, no one could save me but you. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. Më duket se gjitha pikat e dota. Jemi shumë rregull. Faleminderit. Është edhe shumë zgjuar, shikoni si këtë vajzë kur të ndahemi nuk duhet ta dëgjojmë. Jo, unë mendoj se këtë vajzën t'i mbani mirë marrëdhëniet, se dihet nesër pas nesër çfarë ylli bëhet. E vërtet. Uroj një ditë të jem aty duke shkruar kodin për të votuar në Eurovision. Ta uroj me gjithë shumë faleminderit, jeni shumë të mirë. Të na përfaqësosh. Jam vërtet shumë e lumtur që isha sot këtu me ju, edhe shumë e lumtur që jam pjesë e talent në shtëpi. Edhe ne ishte shumë kënaqësi që të kishim pjesë. Faleminderit. Shumë faleminderit. Ne si gjithmonë do largohemi për një hapësirë të vogël publicitare. Do rikthehemi sërish këtu. Prap me disa të ftuar të talent në shtëpi, kështu që na ndiqni, vazhdoni. Jemi rikthyer sërish këtu në Shizoner në Top Albania Radio 100.9 dhe në kanalin 10 në digital. Ne pak më parë prezantuam një talent në shtëpi, por këtë radhë kemi të eliminuar. Për herë të parë, po që kemi 2 të eliminuar faktikisht, kemi këtu Esmeraldën dhe Julianen. Si ndiheni pas eliminimit? Ndihemi shumë mirë. Shumë mirë? Ndiheni të dy, flisni. Fol për vete. Julian?
Dhe mirë dhe keq jo. Tashi unë respektoj çdo vendim që ka dhënë dhe juria për pjesën e eliminimit. Tashi unë do vazhdoj me planet e mia, s'do ta lë me aj. Kush janë planet e tua, Julian? Planet e mia janë që unë t'i tregoj në fjalën e jurisë, t'i tregoj Krusitës që unë këndoj më mirë se ajo live. T'ja tregoj sepse unë me gjithë respektin që kam për Krusitën, me ato komentet që më bëri, jo se ishin le të themi kush e di se çfarë, po besoj se ai shkej që vajza mund t'ju kryzoj. Ti vet si e ndjeve veten? E ndjeve veten që isha aty ku duhej me performancën tënde? Jo se isha aty. Flasim realitetin tani. Patjetër, jo se isha aty ku duhej, por besoj që nuk ishin ato komente të duhura. Komentet e jurisë që ndrojnë, duke qenë se janë profesionistë dhe vinë nga ajo skenë dhe kanë vite që ju kanë dedikuar muzikës. E kuptoj për prap në krahasim me dy juristët e tjerë. Mendon që ka pas më pak takt? Po. Ka kanë pak më ashpër ndaj teje. Po mirë, se dhe ato kritikat mund të motivojnë dhe ti do punosh më shumë, do përmirësosh më shumë, nuk do të marr për të keqe. Ke pasur mundësi të diskutoje pak me Krusitën pas komentit të saj, pas që mbaroi emisioni në prapaskena? Nuk kisha diçka për të diskutuar. Thjesht ishte ai momenti që u tregova edhe pak më ashpër se dy anëtarët e tjerë të jurisë. Unë kam një kërkesë. Nuk e di a e bëjmë dot apo jo, po që le ti vërtetojmë dhe Krusitës që ti vazhdon të përgatitesh akoma. Ke një performancë sot për ne? A ke menduar diçka që do shkojë në radio dhe pse jo të tjera pon apo jo? Po. Desiana mund dalësh të marrësh pak ajër? Desiana më zot. Të qeshin dhe ne, është prezenca ime gjithmonë. Falje, thjesht po qesh me gjimnastikë të tjera. Dhe larg edhe prapë gjejnë mënyrën të merren vesh, ë? Jeta mbaj shënime. Faleminderit. Prita nise. Do na ndaj shpirtin. Bëra një kërkesë dhe nuk më ktheu përgjigje dot. Të kërkoj diçka. Po. Ose këngën nëse ke përgatitur diçka më mirë. Ose këngën që publiku të njeh, pra këngën që ti ke performuar në Tallinn në shtëpi. Ndihesh ti më mirë të këndosh. Me çfarë këngë? I lirë të zgjedhësh. Unë desha të zgjedh, nuk doa me të reklamoj, domethënë këngët e artistëve të tjerë, s'kam se reklamoj me këngët e artistëve të tjerë, mund të këndoj diçka që kam publikuar. Repertorin tënd e ke shkruar ti? Po super mondial. Patjetër. Po mund të repoj diçka, domethënë. E kam nisur në brenzeror për me mrit jam deri në fund, për familjen ta japi jetën dhe sportoj me të nxjerr trut. Synimi këtu është veç leki dhe për të unë jam i smut, sa ta rri unë deri në maj, s'kam unë luli jo kur. E kam nisur në brenzeror për me mrit jam deri në fund, për familjen e japi jetën dhe sportoj me të nxjerr trut. Synimi këtu është veç leki dhe për të unë jam i smut, sa ta rri unë deri në maj, s'kam unë luli jo kur. Bravo. S'm pëlqeu vërtet. Pra mund të ketë edhe penalizuar deri diku fakti që ke interpretuar këngën e dikujt tjetër. Po. Je më i fortë në repertorin tënd. Po. Je për pjesën e rapit, domethënë. Për pjesën e rapit edhe se luan topi as më mirë. Super, më pëlqen fakti që je shumë i vendosur edhe kjo gjë normalisht e ka marrë me sportivitet. Le të flasi pak dhe Esmeralda, që tha po, jam e lumtur, tha nuk u mërzita që u eliminova. Se s'kjo lumturi, unë për shembull do të motivoja eliminimi ty. Atëherë unë mendoj se komentet e jurisë ishin pa filtra, ishin transparente, megjithëse mund të kishin domethënë një peshë emocionale, varet se si ndikojnë edhe tek konkurrenti. Megjithatë mendoj se duheshin bërë disa kritika, ndoshta jo aq të forta, megjithatë i pranojmë. Ju ka lezetuar edhe pak kjo pjesa që ju jeni bash shumë viral. Po viral do të thosh në momentin, po dakor, po jo për mirë, le të themi. Po kjo është një gjë e mirë që ti e bën viral. Po pastaj ti shfrytzoje fare. Shikoj, ne kemi do të thënë ata të mshajnë mua, do të thënë unë ka vajtë viral, po ata le të mshajnë. Po jo, prit, se ti po thua, jo për mirë, i bie që ti po konvenon me komentin e juristes. Që tha që nuk ishe mirë, ndërsa që se i bër viral është klikuar për shumë arsye. Është klikuar, po prap nuk është diçka që për shembull është klikuar për mirë ose diçka që duke marrë parasysh nga komentet. Po qëndro te fjalët e tua. Ti duke parë veten, çfarë mendimi ke kur ti she veten aty në atë video? Shiko, zëri im duke parë e kam bërë replay kush e di se sa herë, domethënë edhe kam thënë jam çuditur e kam thënë, "Ore s'është zëri im ky." Sprit.
ke pasur një Sërzërim ku ndodh dhe nga emocione. Ndodh, po, tjetër. Kjo Shiko, Julian, mos ta kam bërë me hile konkurrentë. Ja, nuk e di se ç'ma kam bërë, po ka qenë edhe kjo shoku emocioneve. Emocionet. Shiko, unë të sugjeroj të shikosh anën pozitive. I bëri famshëm. Nga ana tjetër çfarë të penalizoi ty? Edhe ty emocionet? Apo ishte puna e gjuhës? Faktikisht mund të ishte edhe gjua, por e vërteta është që unë nuk kisha bërë prova në shtëpi. Me thënë të drejtën, performanca kishte një qëllim tjetër, ishte një qëllim personal. Unë vendosa, do me thënë, të bëja si një lloj eksperimenti social me veten për të bërë. Në çfarë sensi personal? Personal, për të parë unë se si mund të sillet publiku kur dikush kalon barierat dhe nuk reagon sipas pritshmërive që pret, domethënë. Në këtë farë sensi, nuk është se vajta me qëllimin për të fituar apo për të treguar zërin tim të bukur që ti ke zgjedhur dhe një këngë shumë të vështirë. Patjetër kënga ishte e vështirë dhe mund të lindë. Çfarë këndove ti? Mund të sjellësh pak se unë nuk të kam dëgjuar dhe nuk të kam parë. Indila Daphne Dance. Është shumë e vështirë, është këngë. Plus edhe frëngjisht. Do na këndosh vetëm një pjesë të lutem? Vetëm pjesën e refrenit ndoshta. Cilën të duash? Të na i kujtosh. Po, është ajo pjesa. Je remue le ciel le jour la nuit. Je dansais vers lui devant la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Je danse, 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 danse. Okej, talentin tonë në shtëpi që nuk e di pse ri këtu në mesin ton. Tani që e këndoj, u kujtova që e kam dëgjuar në TikTok dhe faktikisht unë s'jam më eksperte, po të paktën vesh muzikë kam, ishte totalisht jashtë ritmit, ë? Po, ishte jashtë ritmit, ashtu që ti ishte e penalizon me pjesa e gjuhës frengë, nga që theksi supozoj të ishte jashtë ritmit, për cilën arsye këngëtari duhet të jetë në ritëm. Po, e thash edhe një herë arsyen. Unë nuk futa aty me një qëllim tjetër, jo thjesht për të treguar performancën time. Thjesht doja të bëja kisha një eksperiencë time se si do të reagonte një publik i gjerë në një televizion, domethënë që merret seriozisht, dhe edhe pse nuk mund të justifikohej pavarësisht nga performanca që nuk ishte serioze. Më kupton? Doja të shikoja reagimet e audiencës kundrejt asaj. Domethënë kjo ka qenë e qëllimshme nga ana jote. Nuk e besoj. Jo, patjetër që nuk besoj sepse nuk mund të dali dikush tani në atë skenë që e shikon një televizion i gjithë edhe të bëhet një temë diskutimi i gjerë. Atë pëlqen muzika, e ke? Patjetër që më pëlqen, por nuk e kam ndjekur as një kurse as më që dhe isha e vetëdijshme për atë që lash në skenë. Shiko, un jam në backstage, ju e dini shumë mirë, dhe në backstage patjetër ishte mos ngatrohem me shoqen tënde? Po. Okej. Shoqja jote praktikisht kishte shumë besim tek ty. Po. Dhe në komentet që mori nga juria, vlerësimi e të gjitha, unë e pash ishte shumë e zhgënjur. Pra ti këtë rengja bërë edhe shoqes tënde? Jo, ai nuk ishte renga, ishte thjesht diçka që kisha vendosur unë me veten time. Po pra, okay, ja bëre, domethënë e bëre edhe pjesë të kësaj gjë. Ka dashur të eksperimentoj. Po jo, këtë dua të kuptoj dhe unë, se shoqja vërtet ishte shumë e prekur. Madje ndoshta pak më e prekur. Jo, pra nuk është nevojë që unë t'i bëj në dieni të tjerë, shikoj se unë jam duke bërë diçka të tillë. Unë thjesht e marr atë si një arsye për të realizuar diçka timen personale. Po çfarë do të realizoje ti personale? Gjithë kjo që po thua nuk bën sens, që të hysh në një kompeticion, në një garë dhe të tregosh talentin tënd, edhe të hysh qëllimisht në thonjza për të dalë totalisht jashtë ritmit muzikës, është e pabesueshme. Nuk ka qenë totalisht domosdoshmërisht me qëllim që dal jashtë ritmit, po është vjen nga dikush që nuk ka një background profesional në muzikë, edhe thjesht, okay, I'm gonna give it a try. Është eksperiment. Ajo ka gjetë thjesht një mënyrë të ndrojë gabimet e saj. Një pyetje. Ose mendoj se ndoshta unë e dija që nuk do të jepja performancën time maksimale, kështu që mund të më hynte në punë për diçka tjetër. Okej, do bëjmë diçka tjetër. Meqë ti e kishte të vështirë këngën se ishte në gjuhë frënge, këndojmë diçka në shqip. Një këngë shqip në shqip. Po jam kurioze të dëgjoj edhe zgjedhjen tjetër. Që ta shikoj dhe publiku, që ta shikoj dhe publiku që ti ke zë. Esmeralda kishte zgjedh, po mos të zgjidhte Indilën, do kishte zgjedh Hello. Po, ka dha një mini a cappella në backstage bashkë me mua. Po, ke dëshirë ta këndosh të lutem që edhe ne ta diçka që mund të jetë pak më e thjeshtë në gjuhë. Diçka që e ke kënduar më shpesh, që unë Indilën kam kënduar më shpesh edhe Hello të Beyoncé-t, megjithatë i këndoj në privatësinë time. Kjo është ideja, por Beyoncé vetëm refrenin duke qenë se kam bërë previzore. Do doja të çoesha në këmbë se nuk më del zëri. Po, si ta ndjesh? Pa shtysh pak. Opa, kujdes.
aty. Ne nuk kemi juriste, ne këtu jemi. Patjetër. Që ta shijojmë. Thjesht mënyra se si këndoj unë edhe si mund ta quaj unë që gjëja mund të këndoj. Këndoje si të ndihesh ti më mirë. Patjetër. Pray one fade away. Halo, halo. But pray away. 'Cause baby I can feel your halo. Ka një diçka se ti ke zonin e ka thjesht do punë. Jo, thjesht tjetër sepse unë nuk jam marrë asnjëherë me muzikë. Kjo është nëse punë, nëse ju nënshtrohesh, duhet të stërvitet për të qenë përballë skenit. Beyoncé's? Po. Okej, e bëre me ritmin tënd. Po, ka qenë në 2018 mos gaboj, apo gaboj, nuk e di, ka qenë një performancë live e Beyoncé-t edhe ka marrë këtë ritmin. Goca po tregon, desh të tregonte me pak fjalë që këndon vetëm në shtëpi dhe kishte dëshirë për të treguar. Po mirë, okay. Dhe aty talentin e saj që ka në shtëpi. Nëse punon, a mund të bëhem pak e keqe apo pak? Patjetër. Ja se subane deri tani. Mendoj që këtë talentin mbaje vetëm në shtëpi se. No. E ka marrë këtë koment nga shumë persona, nuk ka problem. Jo, unë jam shumë kundra këtij komenti. Edhe unë jam shumë ke shumë za, që se ti e ke pasion, që se ti e ke qef, ti vazhdo të këndoj. Livia, po ti nga e di që vajza ka zë, kush ta ka dhënë ty këtë? Ke marrë ndonjë kurs privati nga ndonjë mësues? Vokal ka vajza, se nuk e dëgjuar. Jo, ka marrë. Ti vet, nuk po flas, më falni, nuk po flas për atë, po pyes Livian. Ti Livia nga merr vesh nga muzika, kush të ka mësuar? Ti edhe kaloj shumë kohë. Kjo është edhe një pyetje kam kaluar dhe kaloj shumë kohë në studio. Okej, muzike, kështu që një pyetje, dhe një pyetje ju lutem. Ju të dy do bëni një bashkëpunim? Po, ndoshta është taksi Rihanna dhe Eminem. A keni Jo. Enxhi nuk të bëri ftesë për të bërë bashkëpunim ti dhe Enxhi. Të bëjë Sheri, anda bëj Sheri. Të dalë të këndojnë. Trembeni gjithë. Unë djalin sot e kam njohur edhe sot besoj hera e fundit që do ta njoh, kështu që. Okej, ne kam shumë bëm mbar për një bashkëpunim, po. Po do ishte shumë interesante, sepse ti ke pjesën e repit. Nëse ti e pak më thellë, do dilte më vërtet ai Eminem Rihanna. Un kam një kërkesë të dytë tani për Julianin, të lutem ca rreshta për ne këtu të shizonerit. Eminem jam mundesh? Ose ose përgati diçka për ne dhe kur ti je gati na çon në video. Kjo tregon që është gjë interesante mendoj. Nga që ai ta shkruaj. Po, pak freestyle, si quhet? Gaboj? Po, ashtu quhet. Do na thuash tani të vjen në gjë tani në moment apo në moment jo, se jam në pak emocionuar nga shkolla, pak emocionuar. Kush është artisti yt i preferuar? Shqiptar apo i huaj? Shqiptar. Është repartisti i njohur, Rigel Srajku Noizi. Noizi do na këndosh dy rrjesta të një mbyllim me këtë sepse TikTaku po vrapon. Ndërkohë që ai bën rap, të lutem, jepi pak ato ngjyrat e tua, pak e duk tani, e duk. Okej, do e mbyllim me këngën e Noizit. Hajde me 30 vet. Imran Club me 30 vet. Ha. E Cilën të duash ti? A të kujtojnë do pak momentet kur ishim bashkë, kur thoshin kur s'kena munda. A të kujtojnë do pak momentet kur ishim bashkë, kur thoshim kur s'kena munda. Ja pra ku jemi tashu, bën një kohë që nuk jene më haj. Ja pra ku jemi tashu, ja pra mendojeni. Tani mund ta mendoni pak më mirë se zërat e shponin. Why not? Ishte shumë kënaqësi që ju kishim në mesin ton, ju urojmë shumë suksese. Kënaqësia është e jona, shumë faleminderit. Vazhdojini ndiqni ëndrat tuaja vërtet. Shumë faleminderit, jeni shumë supertues, edhe jeni shumë të mira të gjashta. Dhe ju të dy. Ne do të largohemi për një hapësirë të vogël publicitare dhe rikthehemi shumë shpejt. Jemi rikthyer sërish në Shizon Air në Top Albania Radio dhe siç e dini, javë për javë po afron Shizon Topi. Bashkë me Shizon Topin kemi konkurrentët e reja që kalojnë edhe këtej nga ne për të bërë atë check. E që na zbukurojnë sa më shumë të studio, sa vajza të bukura kemi pas deri tani. Edhe sot kemi Negisa mirë se erdhe. Hello, përshëndetje, kënaqësi me ju. Negisa sa e bukur je. Faleminderit shumë dhe ju jeni yje shkëlqeni. A na ke ndjekur ndo pak? Patjetër që ju kam ndjek. Edhe të duan mos të ndjek, dini vetëm në TikTok. Kjo është
është një review shumë e mirë për ne. Faleminderit. E meritoni. Faleminderit. Ke ndonjë vajzë këtu nga ne që e ke pak më të preferuar? Pak më të preferuar që ndoshta mund ta gjesh pak më shumë veten. Livia më pëlqen shumë. Përcjell një pozitivitet shumë është shumë diellore. Shumë pëlqen shumë. Por jeni të gjitha të bukura, shkëlqeni. Po në Shizon Top? Në Shizon Top, me thënë të drejtën, nuk është se kam ndjek shumë, në fillim fare kam ndjek më shumë, por që ju kam parë paka shumë. Dhe jeni yje, se jo më kot jeni këtu ku jeni tani. Ne me sa dim, ftesa për të qenë ti në Shizon Top të ka ardhur pak ndryshe nga konkurrentët e tjera. Na tregoti diçka më shumë? Ishte komplet rastësi, nuk isha përgatit për Shizon Top si vjet, po e mendoja më shumë për vitin tjetër që t'ja nisja, po mendoja që këtë herë, këtë vit, do me thënë, të merresha pak më shumë me veten time dhe t'isha më e përgatitur, por mendoj se e kam gabim sepse jam në momentin e duhur. Kështu që e pranova ftesën me shumë kënaqësi, edhe jam gati për këtë eksperiencë të re që e di që do kaloj shumë bukur. Po si ndodhi tamam, do me thënë si të erdhi ftesa për Shizon Top? Këtë duam ne ta dini. Patjetër që do ta dini. Unë isha në Top Channel me një mikun tim dhe erdha për të parë pak se si ishte vibe aty. Dhe pash u përshtata goxha mirë, aty takova autoren e programit të Shizon Topit, edhe më ofroi si ftesë. I thash që më lër pak kohë ta mendoj. Jo, më tha absolutisht ti do të vish patjetër Shizon Top. Ti tha do të vish patjetër Shizon Top, edhe i thash okay, do të kthej përgjigje nga Darka, edhe i thash që po do vi. Për ty Negisa, çfarë do të thotë të jesh on top? Të na japësh një përkufizim për të. Që të jesh on top do të thotë karakteri e përkufizon çdo gjë, të kesh një karakter të fortë, të përcjellësh një energji pozitive, një energji unike dhe të përcjellim më të mirën e vetes tonë. Cila është pika e jote e fortë që mendon që do të veçoj nga vajzat e tjera? Energjia unike që kam karakterin e fortë, edhe jam shumë diellore dhe i duhem këtij programi. I duhesh, mendoj dhe unë, po Negisa, të lutem prezanto pak më shumë, tregoj publikut kush je, nga vjen, me çfarë merresh. Si është jeta jote? Patjetër. Atëherë unë jam Negisa Dido, e cila jam rritur në Lushnjë dhe tani po banoj në Tiranë. Jam 22 vjeçë. Sa të bukura jeni ju lushnjarët. Në faktikisht se nga Lushnja është qytet i vogël, njihemi, por nuk të njoh. Edhe kur the nga Lushnja, pata një reagim. Tash po ja që kjo vajzë ka që bukur. Dhe ku e lash tek shkolla, unë studioj për administrim biznesi. Me thënë drejtën, kur e kam aplikuar si shkollë, sepse jam viti parë tani, e kam nisur pak më vonë, kam qenë midis psikologjisë dhe administrimit të biznesit, por mendova që kjo dek më përshtatet më shumë për shkak se i përcjell të dyja anën strategjike të gjës, por edhe atë njerëzore, kështu që mendova që është më e duhura për mua. Ti the që je shumë diellore. Në Shizon Top është një emision vajzash, një reality ku vajza do ti do përplasësh në disa momente. Si mendon se reagon në këto debate? Unë jam goxha e matur dhe e duruar, ti menaxhoj shumë mirë situatat, nuk dal kollaj nga vetja, uroj shumë që mos arri deri në atë pikë, por nuk besoj sepse e njoh veten time shumë mirë edhe nuk besoj se do arri deri në atë pikë. Por tani ç'as bën vaki, ë? A beson se mund të krijosh miqësi brenda Shizon Topit? Je tip që je hapur për shoqe, po unë jam si konkurrente? Unë jam shumë sociale, normal që do kem afrimitet me vajzat, është e padiskutueshme, por gjithmonë me distancë, sepse jam shumë selektive në rrethin tim shoqëror dhe por vetëm miqësi, besoj kaq. A do ishe ti e gatshme për të shfaqur në publik edhe pak më brisht, me histori tuaja më delikate, ose je për jo kategorikisht, nuk do doje? Jo, nuk jam për jo kategorikisht, por unë kam bërë një jetesë normal me uljet e ngritjet e veta,
që si çdo njeri, po. Por që edhe ndoshta mund tjetë. Si jeta jote personale si është, ka dikë? Kjo është goxha private, që nuk do kisha dëshirë ta ndaja momentalisht, por jam goxha e lumtur. Okej, ne morëm përgjigjen. Si e kanë pritur në shtëpi vendimin për të marrë pjesë në Shizon Top? E kanë pritur mirë, prindrit i kam për krah gjithmonë. Thjesht kanë pasur pak problemin tim se do kem ngarkesë emocionale të tepërt ose si do të reagoj ndaj gjithë kësaj gjë, sepse kjo është dalja ime e parë televizive dhe kanë pasur thjesht këtë frikën si çdo prind i joni që ka merak për fëmijën e vet. Thjesht kaq. Atëherë ne mund të themi me plot gojën që dalja jote e parë. Ashtu që këtu e kemi bërë me bismillah. Hajde, inshallah kemi një këmbë të mbar për ty. Faleminderit. Të urojmë vërtet shumë suksese. Ju faleminderit. Dhe ta shijosh pafund këtë eksperiencë. Ne ku ta gjenim, do futeshim prapë ta bënim nga e para. Vërtet është unike. Dhe vërtet të uroj fitoren, pse jo? Ju faleminderit shumë dhe unë ju uroj shumë suksese dhe ju pafsha sa më lart. Shumë faleminderit. Dhe kështu na erdhi fundi dhe ne do të themi prapë te njëjtën tjetër, por mua nuk më iket. Tani si do ja bëjmë? Flik këtu? Nuk i iket Desiana. Flik këtu shifemi te njëjtën tjetër. Ja, Ina, shef një ditë që është afërmeje Desiana nuk i iket. Po leje je mjalt ti prandaj. Gjithsesi java kalon shumë shpejt dhe njëjtja tjetër do vi sa hapen mbyll syt. Vërtet. Dhe me të ftuar patjetër shumë special, me një konkurrente tjetër, të ftuar të tjerë nga talent në shtëpi, gjithmonë me këto ngjyrat që Shizoneri ka me vete. Po një pyetje kam unë, a janë më të mira se unë? Në fakt, me sa kemi parë, konkurenca është shumë e fortë këtë vit. Janë vërtet. Nuk e trembem jo. Unë mendoj, po e bëj tifon që tani, unë mendoj se Negisa është një nga pretendentet për ta fituar. Pa i parë të gjitha, unë dua të shoh një herë të gjitha. Unë pa i parë të gjitha vajzat. Është mbrunja e parë që na ka ardhur. Ja, më se kemi parë dhe vajza e parë. Dhe vajza e parë Brune. Ju faleminderit shumë goca. U kënaqa shumë me ju. Faleminderit. Tani ne mund të largohemi me përshtypjet më të mira kur i thon. Vajza ju put shumë dhe ju. Inshallah shajmi sa më shumë. Mirupafshim. Dhe ju dëgjues të dashur.